Jemi kthyer në studio. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit ton. Për gjithë ju që sapo keni hapur ekranin, pra ndodhemi në një transmetim të drejtë për së drejti në valët e televizionit publik shqiptar, gjithmonë me një qëllim, kërkimin e personave të humbur dhe të zhdukur. Por këtë herë, në këtë sezon të 8 që ne kemi nisur tashmë, kërkojmë të hedhim dritë mbi histori misterioze, mbi filozofi të zhdukura, mbi personalitetet cilët nuk janë publikuar asnjëherë. Dhe dua të falenderoj të gjithë ata të cilët që në fillim kur ne kemi anoncuar këtë rubrikë të re mjaft të rëndësishme që i ka hyrë tashmë, pra ka hyrë në emisionin ton, kanë filluar të bashkëpunojnë me ne. Dhe vazhdojmë rrjedhën e emisionit, kemi ngelur pikërisht tek historia e Kastriot Lazellarit apo Lazes, por dhe tek historia e vajzës së tij sonte kërkojmë vajzën e tij Kastriote Lazellari. Mendohet se këtë emër i ka vënë bashkëshortja e Kastriotit, zonja Antoneta, e cila ishte me origjinë nga Italia, por që është munduar të ruaj pra origjinën e familjes, origjinën e ish bashkëshortit të saj, duke i mbajtur emrin vajzës Kastriote. Fatin e saj kërkojmë sonte, nga viti 1953 familjarët e Kastriotit kanë humbur çdo lidhje dhe çdo kontakt me ta në Australinë e Largët. Nuk dinë dhe nuk kanë marrë vesh asnjëherë se në çfarë qyteti, në çfarë zone të Australisë ka jetuar Kastrioti. Sonte ka pasur shumë telefonata, unë dua të falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke bashkëpunuar me ne, mbështetja më e madhe, unë e them këtë çdo emision, është informacioni juaj. Ka telefonuar dhe një zotëri midis të telefonatave të tjera, të cilët momentalisht e kemi në ajër dhe mund të ndjekim çfarë do të na thotë ky zotëri i cili ka udhëtuar në Australi, se ku ka udhëtuar dhe çfarë ka dëgjuar, unë do doja ta ndjekim pasi gazetarët kanë folur dhe gjatë reklamave dhe gjatë kohës që ju keni ndjekur lajmet. Gjithsesi unë do doja të më thosh dhe kemi linjë zotrin. Linja numër 1 regjia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, unë ju falenderoj shumë për telefonatën tuaj. Do doja të më tregonit çfarë ju shtyut telefononit sonte në emisionin ton, cila është ajo që ju ngjasoi, pra ajo foto ju ngjasoi dhe që sa dhe keni deklaruar se e keni parë diku. Ndërkohë regjia do doja të më ndihmoni me foton e Kastriot Lazes. Po, Kastriot Lazerit. Po. Unë ngjasini me atë foto që pava, unë era dytë që po shoh, dy herë që po shoh në ekran, se e shfaqet ju në ekran. Edhe unë atë foto e kam pa në mur, në shtëpi, në Australi, tek një kushërinjë imi. Pra ju keni udhëtuar në Australi në çfarë viti? Në vitin 1999, edhe për herë të fundit kam qenë në 2001, po në 99 edhe në 2001 e kam pa atë foto të Kastriot Lamit. A mund ta shikoni edhe foton, mund ta shikoni momentalisht jeni duke na ndjekur apo jo? Po jam duke ndjekur në hostisht, drejt për drejt. Është e njëjta foto? E njëjta foto, eksakt. Unë këtë foto kam parë rreth 40 vjeçar, më ka thënë që kam dalur në këtë foto me të. Edhe në origjinë nga Përmeti, Kastriot. Pra, e keni parë tek shtëpia e kushuririt tuaj, të cilin ju kishit shkuar për ta vizituar në Australi dhe në çfarë qyteti të Australisë? Ka rënë linja. Ndërkohë që gazetarët kanë marrë informacionin e plot, unë do doja ta kalonim dhe një herë në linjë, pra zoti Bashkim, t'ja u shpjegoj dhe më qartë. Zotria ka deklaruar se në vitin 1999 ka udhëtuar në Australi. Aty ka shkuar, ka jetuar, pra ka vizituar kushuririn e tij në Australi dhe në shtëpinë e tij, në banesën e tij në mur ka parë fotografinë e Kastriotit. Që ka dalë bashkë me ta. Po, së bashku me kushuririn e tij. Para 40 vjetësh. Dhe jo flasim gjithmonë për vitin 1999. Ky zotri ka vizituar Australinë në 99-ën. Të paktën këtë deklaroi në telefon. E kemi në linjë, atëherë të dëgjojmë. Mirëmbrëma, linja numër 1 regjia. Alo. Mirëmbrëma, pra ju keni vizituar Australinë në 99-ën, 1999-ën, jemi të saktë në vite? Në vite shumë të saktë. Në çfarë qyteti të Australisë keni qenë? Në Victoria, të Australisë. Në Victoria. Keni qenë pra tek kushuriri juaj? Po, të kushuriri im kam qenë për qefe dhe unë e kam parë këtë foto, kam parë në monitor, edhe të vurë në kornizat foto gjigante, jo foto e vogël, kështu po foto gjigante.
Edhe më tha kaq, më tha i kushërin taj, ka ndruar jetë para 6 vjetësh, në 2006, në nëntor 2006, a i kushëri. Alo, me dëgjon? Po, të dëgjoj. Se të marrë zëni me shputje. Pra, kushëriri juaj fatkeqësisht ka ndryshuar jetën në 2006. Po, fatkeqësisht po. Ndërkohë ju kujtohet në 99-ën kur keni vizituar atë, se keni parë një foto të Kastriotit aty. Kastrioti kishte dalë vetëm apo ishte së bashku me kushëririn tuaj? Ishte në një 4 foto tjera ishte vetëm, një 2 vete në 2 vend, ishte vetë të qyshe. Kurse në 2 vend tjera ishte me këtë kushëririn edhe me qunat e këti kushëririt, edhe me qunat e me një qonë të vetin, edhe gotë vetëm, të kur më thak e këti kushëriri. Po, e keni pyetur se kush është ky person, ju ka treguar diçka kushëriri juaj? Unë e kam pyetur edhe me ka thënë kaq. Kam një shok nga Përmeti, edhe Kastriot Lama. Edhe kam punuar prej 15 vjetësh kam punuar me të në një fabrik hekuri, si që tha a i bashkimi gjagja i veta, nuk e di që ishte, se nuk e një gjoha bashkimi, se më kisha pak një qikë zhurmë, se nuk ishte edhe valë. Kështu edhe smusha që ta kapsha, ta një gjësha bisedin tuaj. Kur thoni para 8 vjetësh nga 99-a e përpara, po thjesht ka deklaruar se kam punuar 8 vjetë me këtë person? Kam punuar 15 18 vjetë? Po, 15 vjetë kam punuar në një fabrik hekuri. Si sa ai gjagja i veta, apo qa ka ninja, nuk e di se... Kjo fabrik hekuri ka qënë po në Viktoria? Po, në Viktoria, kjo fabrik hekuri. Edhe prej 15 vjetësh edhe pas taj, ai kishte, nuk e di, kishte tip shoku, ati Brazili, se kur e kujtote, aja ishte i vdekur, nuk e di, shala është gjallë, unë aty më tutje nuk kam një në thellësi të muhabetit për ta pyetur. Vetëm që me tha kaq, shumë shok i mirë dhe kam punuar prej 15 vjetësh, kam punuar në një fabrik. Të tha se ishte nga Përmeti, quhej Kastriot dhe ka punuar me të 18 vjetë? Po, 18. Nga Përmeti me origjinë. Nga Përmeti. Kam punuar edhe me tha kaq, kam punuar nga viti 63 deri në vitet 86, afërsisht. Ashtë 86-87 më tha. Edhe njëri, ju tha se ka punuar nga 60-a? Nga 60? Po? 63-shi, deri në vitet 80-85, 86, nuk e di egzakt se edhe unë nuk e kam harruar si shumë, po diri në 83-shin afërsisht po. Rreth 18 vjetë sa kam punuar gjithsejt, kam punuar. Unë kam qenë sa punëtor i vjetër, e kam pas në sektorin tim, sa të punës. Edhe diçka tjetër, ju thatë se kushëriri juaj është larguar nga jeta në 2006, në fatkeqësisht. Po, në 2006 është larguar nga jeta. Ka lënë pasardhës nga mbrapa, ju keni kontakt me familjen e tij atje? Po, kam kontakt. Ka lënë 2 quna, ka lënë edhe një gocë ky kushëriri. A mundet të na ndihmoni ndoshta për foton? Tashmë teknologjia ka ecur dhe ndoshta një skanim i fotos shumë shpejt mund ta dërgoni nëpërmjet emailit, mund të na ndihmoni kur ju të flisni me ta? Unë kur të flas me ta, njerëzve nuk mund t'jap me dhënë siguri se mund të flasë, mund ta jap foton direkt fill brenda 24 orëve, po unë do të mundohem të shkruaj gjitha energjitë, gjitha mundësitë, edhe që të jap një informacion eksakt dhe që një foto me email ta çet drejt radio televizor shqiptar. Po, unë ju falenderoj shumë për telefonatën tuaj dhe për këtë informacion të rëndësishëm që jeni duke na dhënë, zotri. Të lutem, keni diçka tjetër për të shtuar? Unë duhet të uroj për emisionin shumë jashtëzakonisht, që jemi në zënë të madhe edhe bravo të qoftë. Faleminderit shumë. Edhe suksese e mbarësi, inshallah fat kënë të gjithë vëllezër dhe motra, inshallah gjenë që ndoshtë mirë ata që janë në kërkim. Faleminderit shumë edhe unë ju përshëndes. Bravo. Faleminderit. Për humanizmin që ke krijuar prej shumë vjetësh që po bësh humane. Faleminderit, zotri. Bashkë me stafin tim dhe me gjithë ju që jeni, sepse ju jeni pjesa më e rëndësishme e këtij emisioni. Ja këto telefonata, këto informacione ndihmojnë jashmase. Unë ju falenderoj, do doja mos të largoshit nga linja, por për të folur me gazetarët, për të dhënë ndoshta edhe një herë informacionin e rëndësishëm, bashkë mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit. Fati inshallah të natë mirë. Faleminderit.
jo pa qëllim unë kërkova që zotëria të flisë në ajër, zoti Bashkim, pasi deklaroj një fakt, nuk e dim kemi të bëjmë vërtet me kastriotin që ne kërkojmë, sepse ishte një kastriot, si mbash zotëris, një ngjason të shumë me foton, me origjinë nga Përmeti dhe kastriot Lazit. Paktën kështu ka deklaruar kushuriri i tij, i cili fatkesisht nuk jeton më që mund të na tregonte sot. Por ka lënë 2 djem, fotoja ekziston patjetër atë janë duke bërë gazetarët. Unë shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt kjo histori. 18 vjetë zotëria ka deklaruar se ka punuar në një fabrik pra hekuri me një person me emrin Kastriot nga Përmeti. Në Viktoria, nuk e di më është Kastrioti vllai juaj apo është dikush tjetër, megjithatë ngjelet për të verifikuar, është një pikpyetje madhe që hidhet këtu, sepse juve ju është deklaruar në 1950 ai ka ndruar jetë aksidentalisht. Nëse ky person për cilin flet zotëria është vllai juaj, atëherë përmbyset komplet historia që keni ditur ju dhe familja juaj. Megjithatë, mos nxitohemi të shikojmë se si është e vërteta. Ndërkohë do doja të pyesja edhe një herë gazetarët, kemi pasur përveç kësaj telefonate, jam në dieni se ka pasur të tjera, por diçka më të rëndësishme dhe konkrete kemi për momentin. Visi po. Do të presim ende, gjithsesi do të themi që ka një interesim të madh nga të gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Australi. Megjithatë ne do të shohim informacionin që sapo kaloi zotëria e ke marrë ti Dorina apo jo? Unë do doja t'ja kalonit Arianit sepse çuditërisht Ariani jeton në Viktoria. Dhe ndoshta mund të gjejmë fabrikën e hekurit që kanë punuar të 2 personat. Emrin e zotërisë kushuririt pra të personit që ka ndruar jetë fatkesisht e kemi, nëpërmjet ti ndoshta gjejmë kush është Kastrioti. Mund t'ja kaloni Arianit dhe ai ndoshta me gjithë grupin e tij nëpërmjet fabrikës ku kanë punuar gjejnë se kush kanë qenë këta persona që jemi duke folur. Në vërtet ka qenë Kastrioti jon, pra Kastrioti që ne kërkojmë sonte, apo një Kastriot tjetër. Të shpresojmë, do të jemi në pritje gjatë gjithë kësaj mbrëmje dhe të nderuar miq kalojmë në një rast tjetër. Do doja të pyesja edhe një herë gazetar për rastet që kemi publikuar, por dhe për pasaporta televizive, a ka pasur ndonjë telefonat, informacion, më thatë se kanë ardhur raste të reja, ka ardhur një rast po? Atëherë, nëse më lejoni, dua të kërkoj ndihmën e shqiptarëve, sepse kërkojmë një familje në Devol të Korçës. Është një person i cili quhet Demir Kaja dhe është i martuar me një zonjë e cila quhet Fiqërie, ka 4 fëmijë, një djalë i cili quhet Gëzim dhe 3 vajza. 2 vajzat i dihen emrat, ndërsa vajza së vogël nuk e dim identitetin e saj. Ajo quhet 2 vajzat pra quhen Liliana dhe Kadriana. Këto janë emrat të cilat na janë dhënë. Me mbiemër Kaja. Kaja, apo jo nga Devolli i Korçës. Nga Devolli i Korçës. Është nipi i është se kush e kërkon mos e bëj publike sepse ndoshta do të jemi javës tjetër. Thjesht familja Kaja nga Devolli i Korçës kërkohet nga një zotëri, një histori jashtëzakonisht e rëndësishme vjen për herë të parë në emisionin ton. Megjithatë, në qoftë se ju e njihni këtë familje, do t'i luteshim ose në qoftë se na ndjekni momentalisht drejt për së drejtit të kontaktojnë me njëherë në emisionin tonë në numrat tanë të telefonit. Pra, me mbiemër Kaja nga fshati Devoll. Dua të them edhe diçka tjetër. Kanë telefonuar shumë persona sonte, të cilët duan edhe një herë të ritransmetojmë pra kronikën e bashkimit të familjes Imerović të Behijes së bashku me tezën dhe me motrën e saj. Do të ritransmetohet me njërë mbasi në fund të programit, prandaj qëndroni me ne, është bërë e gjitha gati për të sjellë tek ju të gjitha ato pra momente emocionale që ne kemi përjetuar. Por ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton, sepse kemi një rast tjetër mjaft të rëndësishëm, cili do të jetë ai, ndiqeni. Përshëndetje, unë quam Sabri Azizi, vi prej Kosovës, erdha të kërkoj vllaun tim Basri Azizin. Pra, kjo ishte historia e Basri Azizit, e prezantuar nga vllai i tij, zoti Sabri. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mund të vini. Mirëmbrëma. Mirë se ke ardhur, urdhroni. Sabri, përpara ju keni qenë dhe javën tjetër, pra, në emisionin e parë të këtij sezoni dhe bëm një anoncim pra për vllain tuaj, për Basriun. Megjithatë, do të ishte mirë sonte për gjithë teleshikuesit të prezantonim cila është historia e tij. Kemi ngelur paksa javën e kaluar, por sonte do të qëndrojmë hollësisht, duke shpresuar se na ndjekin shumë persona nga Hollanda, shumë shqiptar, sepse Basri Azizi ka humbur kontaktin me familjarët nga Hollanda.
Cila është historia e tij? Le ta ndjekim së bashku dhe kthehemi më herë në studio. Ishte janari i vitit 1994, kur Basri Azizi ishte vetëm një djalosh 23 vjeç. Një ri plot me ëndra dhe dëshira për jetën. Kosova e atyre viteve ofronte pak mundësi për ëndrat e tij rinore. Emigrimi shfaqet si e vetmja dritë shprese. Ju që morë botën në sy, vendin tuaj e përbusë. Qëndresa e parë për një periudhë njëveçare ishte Lucerni i Zvicrës, ku Basriu u punsua në një restorant. Tashmë me më shumë ambicje dhe me një ëndër që kishte nisur të merrte jetë, Basriu guxon të hedhë një hap tjetër. Largat të botës, vendin tuaj e shkretërua. Largohet për në BV Week të Hollandës, ku punsohet në të njëjtin profesion. Duket se djaloshit nga Kosova po i buzëqeshte fati. Këtë radhë, jo vetëm me punën. Në jetën e tij shfaqet Giuseppa. Një dashuri që më pas u kurorëzua në martesë, nga e cila erdhi në jetë Merlinda. Familja e re ishte një gëzim për të, por sigurisht ai nuk harronte familjen që la pas. Duket se ylli i Basriut po ndriste deri në vitin 1999. Më pas lufta e Kosovës solli një dhimbje të madhe për Basriun. Ai mëson një lajm tronditës. Aty në letër kishte shkruar se gjëja që ai nuk ka kërkon të familjes në Kosovë, e ka kërkuar në komunën e tina, që i kishte thonë dikush atje gjëja që në Kosovë gjatë luftës i ketë familjen të mëtë. Kështu Basriu mendoi që kishte mbetur i vetëm. Për këtë arsye, në momentin që i duhet një certifikat, i shkruan komunës ku kishte lindur. Në vitin 2002 e kishte lyp në komunën e Vetijës një letër që nuk është në konorëzim, që s'është i martuar në Kosovë. Tashmë kontakti u rivendos. Lotët e dy vëllezërve që dëgjonin njëri tjetrin përmes telefonit ishin shprehje e lumturisë që ata po jetonin. Për një 4-5 minuta 6 ka zgjat biseda me ta, nuk puna me bisedu qatë shumë, se s'mu ke vishto qajt me ke, edhe one, se ishke një ku e gjatë, që se di shmi, a gjalla jo, apo ka inë luft në Kosovë, se këna di, e u mytë, apo ku ka met nuk e di. Ishke shumë shtirë. Por kjo lumturisë zgjati shumë pak. Basriu komunikoi dhe 3 herë të tjera me vëllain e tij Sabriun, ku i tha se ishte në burg, por pa dhënë arsyen. Prap me tregoj, e pyeta one po ku je? Tha që tha im kom në burg, edhe prap tha jam burg. Edhe 5 muaj tha e kry tha burgin, dal tha prej burgin. Pas 10 vjetësh heshtje, ndonse të trovitur, familjarët vazhdojnë të presin. Merlinda 21 vjeçare nuk di asgjë për të atin. Motrat, vëllezrit, nëna e tij janë ende në ankthjen e pritjes. Unë i kom pas 15 vite, kur ka dalë Basria prej shtëpisë. Nuk e di. Unë mund të them që nuk e di çka është vllavi. Si më koni i vogël, e 34 vite i kam qëtasht. Sënë së më mungon, e vetë mja gjë, i kam me shpi, me pun, me kret. E vetë mja gjë, Basria në mungon. S'paki një telefon që me ditë a shëndosh, e mirë, kaq. Ishte edhe dikush tjetër.
por ai nuk mundi të priste më. Baba i Bastriut, 4 vjet më parë, dha lamtumirën në fundit familjes, duke përshpëritur në buzë amanetin, Bastriun. Pra, të nderuar miq, kjo ishte historia në një farë mënyre e Bastriut, e humbjes së kontaktit me ju. Babai ishte larguar nga jeta, apo jo? Por nuk e pa asnjëherë. Ti marrim pak gjërat me radhë. Bastriu është larguar rreth viteve 91-92, apo jo, nga Kosova. Për herë të parë. Po, për herë të parë. Pravërsisht 90-91, se nuk muj edhe me di. Po, sepse ju keni qenë i vogël. Po, i vogël ju kam qenë. Me viza për para, në konta viza i bëshin si garancion në që këshim për para. Ka pas shku në Zvicër. Ka pas net një vjet e gjys, 2. Qarë moshe ka pasur atëre? Në qoftë se e mbani mend. Po e qëtash Bastria i ka 43 vjet. Pra, rreth 19-20, jo, më shumë. Më shumë, 20 vjeç, 22. 21-22. 21-22. Është larguar, pra, fillimisht ka shkuar në Zvicër, në Lucern të Zvicrës, më tej është larguar drejt Hollandës. Keni pasur lidhje deri në çfarë viti? Po, kemi pas lidhje. Kontakte, pra telefonike, me letra? Kemi pas edhe prej Zvicrës, kur u konë Zvicër. Edhe në Hollandë, deri në 94-ën, kemi pas një razëdekje në familjen. A i ka ardhur? Po, edhe që tash pa prit, se kemi prit as që vjen, bishko ka arë me migjen tem, se migjen e kam Zvicër, në Lucern, bishko e pa me një mbramje, më rrinjë. Jeni të çuditur, apo jo? Pa prit. Ju tregoj aty se ku jetonte, pra... Po. Jetonte në Hollandë? Në Hollandë, po. Hollandë, në çfarë qyteti? Notre Dame, u konë qatë. Notre Dame. Ju ka treguar diçka se çfarë punë bënte, nëse ishte i martuar, çfarë ju tregoj për jetën e tij atje? Po, ai kishte krijuar familje, i martuar, kishte një vajzë në 94-ën. Edhe puna ke në të punën e vetë që ka pas si profesion. Cila ka qenë puna e tij? Në restorant. Punonte në një restorant, pra. I themi të gjitha këto sepse ndoshta na ndjekin tashmë nga Hollanda. Ka shumë shqiptarë cilët pra duan sa më shumë informacione për të vërtetuar në qoftë se vllajën tuaj, pra Bastriun, e kanë parë diku. Pra kishte krijuar familje, ishte martuar me një shtetase jo shqiptare, por nga ishte me origjinë zonja? Ishte e Hollandës. E Hollandës. Kishte lindur një vajzë, po? Po, Moskovsha ka bëm, babajën e ka pas italian, po? Nonën e ka pas Hollandës. Pra, ajo quheshe Giuseppa, apo jo? Giuseppa. Dhe ndërkohë që ka pasur dhe një vajzë, pra Bastriu kishte dhe një vajzë që sipas asaj që ju kishte thënë, e quante Mirlinda. Ndërkohë largohet në 94 dhe kjo është hera e fundit që ju e shikoni. Po, prej 94-ës. Nga momenti që u largua deri në çfarë kohë mbajti kontaktit me ju? Po, nuk mujë me ditë bashkë sigur, dhe prafërsisht ma shumë se 3 vite s'ka pas kontakte. 3 vite, pra shkojmë deri në 97-ën. Po, deri në 97-ën, prafërsisht. Edhe na ka nuk kontaktet me to, deri në vitin 2002. Sen s'kemi ditis. Pra nga 97 deri në 2002 nuk keni pasur asnjë kontakt. Hiç fare. Zakonisht kur ai kontaktonte me juve, ju merrte ai në telefon, keni pas ndonjë numër telefonit të tij? Jo, s'kemi pas ai numër. Nuk keni pas, sepse merrte nga kabina apo? Po, nga kabina, në ato s'kemi pas telefona se na atje në fshata. Nuk kemi pas fiksa, mobila në ato s'ka pas. Po flasim për vitin 97, shumë të vështira për Kosovën. Ndërkohë që deri në 2002 pra nuk ishte asnjë lajm. Asnjë lajm, hiç. Në 2002-ën një miq një dhëndrit... Rastësisht merrni vesh, apo jo, adresën e tij? Ai punon në Viti, si avokat, edhe shkon rastësisht në komunë. I takon ata shokët edhe i shinkon letra në tavolinë ti të vllaut që ai kishu. Edhe gjëja që ki shkruaj në letër, një letër si konerizim që s'është i bon Kosovë. Pra, kërkonte një letër që nuk kishte qenë asnjëherë i kurorzuar në Kosovë. Në Kosovë, po. Dhe ju aty pat sepse aty la gjurmë la adresën e tij në Hollandë. Po, qashtë. Aty kish pas adresën, i kish pas pasorshin kopja të Hollandës edhe një numër telefonit Hollandë. E kuptoj. Të veti, poshtë. Edhe ai
miku rastisht i ka po dokumentat aty, edhe ka një foto kur e ka po pasoshin kopje. Edhe ka vetë atë shokën, po qajnë këto? Thot njoj balancë, më ka dalë se thot për njof kush është kjo. Aty keni gjetur adresën, por numër telefoni? Krejt. Aty Me njëherë e keni kontaktuar, apo jo, dhe ju ka dalë Bastriu vetë? Po, ai ka bisedu sefte, edhe ka dalë Bastria, edhe prapi ka ardhë, se unë im konë të punu, im konë punë, ki shku të shpjet të familja jemi. E të kështë lemruar? Po, i kështë lemru, shtash dolla prej punës, kur për shkoj, është një fshat klakot, kur për shkoj këtë dhondrin të më prit, o që dita, tha, kemi një lajmë të mirë, thash që, tha, kemi folë, tha, me Bastria. Nuk besova. Derisa? Po, shkova të shpia, po, e mora telefonat, ko s'kemi pas telefona mobila, e kish pas aj mikju, që ka arë që aponon në vitin komu, a i madha telefonin e vetë, edhe kum dale, kum thirë në qatë numër që u konë atë. Ke folur vetë me të? Po, vetë kum folur. Qëfar të ka thënë në këtë telefonat? Po, zdi Aida. Kanë qënë momente emocionale, apo jo? Po, shumë. Shumë vite pa folur? Sigurisht 4-5 minuta nuk në amujt me folë sen, sidomos herën e parë. A i ka ditur se ju, ndoshta, kjo ka qënë qëfar viti dhe njëherë? 2002. 2002. Në bas luftës Kosovës. A i ju ka ditur se ju ndoshta kështë pësuar diçka gjatë luftës? Qashtë, edhe në letër ka shkruat, që e ka kërkuat letërën, ki shkru që se kam kërkan familjes në Kosovën. Kur ti veti ke telefonuar, pra rreth 5 minuta keni qartë të dy mbrapa telefonit? Unë, po thëmë realitetin, apet unë e ku mojtë vetin, ma shumë ajë, sidomos, nuk ka mujtë me folë asë një lapis. Vishë të qajtë ka nejtë, tani tjetër nërë, ka folë, mirë, kishton dikush e gjeja që në Kosovë nuk e ki kërkën të familjes, ti kanë mytë krejtë, edhe i ka u shprejsat krejtë për këto. Në momentin që ju folën telefon, pra ishte një rinjalli për të nga ana juaj. Në këtë telefonat, kjo ka qenë e vetëmja apo folët sërisht për astaj? 3 herë këmë folë. 3 herë keni folë. Ju tha një fakt pra se ishte në burg, apo jo kështë i qenë në një burg? 3 herë. Të 3 herë. Po se zdesha me nguca veden, se ishke një ku shumë e gjatë. E kuptoj. Dhe doje që t'i kaloj gjëra dal nga dal. Ka dalë. Po. Qëfar të ka thënë, do t'dilte së shpeti dhe do t'ktheshe, do t'ju telefononte, si e latat telefonat në fundit? Ka qënë telefonata e treta, apo jo? Shumë është interesant, kur këmë folë herën e tret, e pyta, po kuje? Që na hopën ke dyshuar diçka nga... Edhe tha unë jam burg. është një kohë shumë gjatë, s'ma ka caktu sa o konë burg. Vishta jam një kohë shumë gjatë në burg, edhe 5 muj, ta dalë prej burgit. Këtu kuptove se kjo ka qenë arsye pse ai nga 97 deri në 2002 nuk ka folë me ju. Për vetëm që ai arsye. Prej 2002-ës mos kemi pas kontakte, që ai është hera... Të thanë në telefonat se dhe 5 muaj dhe dalë, apo jo? Keni pritur të kalojnë 5 muaj, e ke kontaktuar sërish të ky telefon? Shpesher. Edhe qëfar të ka dalë në anën? Heq kur gjo, këtë numër nuk eksiston. Shpesher këmë provu ndërkohë, mëngjes, ditën, mbromje, ndërkohë... Asgjë, heshtje. Kur s'ka eksistu këtë numër. Gjatë gjithë saj kohë, pra deri sot që ne flasim, jemi këtu, keni marrë vesh në një lajmë, ka ardhur dikush nga Hollanda, ju ka thënë një lajmë për Bastriun, e ka parë, a ka pas në një thashe them? Po, Aida. Po, qëfar ju kanë thënë? Kemi një, si të zak në e qumi, në Ferizaj, një djali i Agjestina, i shkon në Hollandë. Në cilën vit nuk më kujtohet, vish pra vërsisht, ka një 3-4 vite, ka qenë atje dhe edhe unë e rëka bisedin me ta adin, tash mëse i konë Hollanda, mundu shme dit adin, se kam tash një adres një vlaut, edhe se ka po adresin në Notre Dame, minëran edhe fotot e shpia i kom të regu, minëran një ka kujtu, tha po, tha këtë person, tha unë e tha e kom po. Vetë, edhe tha, unë e tha qëta shta i kam tha dashokat jetë në Holland, tha janë hala, po bisedej tha me ta, ta këshyri tha, ape njofin edhe ta, tha se korona ajo, tha mos jam tha gabe. Ka bisedu me ta, ish një i ulqinit një shqiptar, po punoj ka atje në Holland, ish si bric. Kupton shka është bric? Jo. Shka qedh flot? Berber. Berber, po. Edhe ka bisedu me ta, i ka tregu Bastri Azizi, edhe aj po me njoft.
Po ai që 7 vite, ju ka thonë këti shokit vetë që 7 vite nuk gjinde që atë vend ku ka qenë për para. 7 vjetë pra nuk është në atë vend. Ndërkohë keni tentuar ndoshta të lidheni me bashkëshorten e tij, pra ju ka thënë gjatë telefonatave, çfarë ju ka thënë Bastriu, vazhdonte të ishte i martuar apo ishte ndarë me Jo, familjen. s'kena besedu me ato, po mbos dokumentit që e ka kërkuar në komunë, sigurisht që me këto nuk ndoshta është ndarë. Mbos dokumentit. Po. Se kështu me pytë se kom pytë. Nëpërmjet tashmën me shtetin e ri të Kosovës, pra jeni interesuar nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë apo Drejtorisë së Burgjeve, nuk keni. Kanë kaluar shumë vite, pra ndoshta ajo telefonate tretë keni menduar se mund të të pasoj edhe nga telefonatat të tjera, por nuk ka ndodhur kështu, ai ka vazhduar të heshti. Keni pritur të kalonin 5 muaj, si që tha, prap ka heshtur. Ju ngonë shumë gjata 5 muaj, so 5 vit, më pason që 10 vite apet nuk janë një zonin, se këshna besu. Nuk e këshna besu. Babaj është larguar nga jeta para 4 vitesh, apo jo? 4 vitesh, po. Dhe nuk e ka para asnjëherë që nga 94. Unë jam 4 antar të familjes, se dashtë. Kam nonën, unë e gruën e një djali kam 5 vjeqar, na jetojmë i bashkë, 5 motra i kam, 8-5 ati kam të martune. Të gjitha e kërkojnë, apo jo mungon, sepse... Pa tjeta, i djali jem pe kërkon, a ide. 5 vjeqara, i nuk e din, a i në vishë mbost foto, va? Shpesh unë vetë të bapë, gjazja vjena jo. A i djali pe po kur mbost foto. Sabri, në qofë se a i të ndjekë sonde, të shpresojmë që t'jetë shëndoshe mirë, t'jetë gjallë, kjo është kryesorja, pasaj të tjera të regulohen, por kryesorja është t'jetë një jetë. Në qofë se a i të ndjekë sot, qëfar do t'i thoshit? Jo një kështë në thonë që s'poki për hatër të nonës, një telefon, se baba vdic, shke me maltina, e mos shka në nona, kaq. Unë e jetën e tina si përzina, e ko jetën e vetë, edhe unë e kam temën, pa e prapë, kur donë mundët, dherën qele ko. Jeni vlezër, apo jo? S'ka fjallë. Besoj se ma afer se ju nuk është askush. Askush, e vërtet. Sa do të ketë kaluar, ndoshta, nuk e dim se si mund t'jetë vijuar jeta e ti, me ato që ka kaluar atje dhe qëfar mund t'ketë kaluar, por nëse aji është në jetë dhe është shëndoshe mirë, të pak të një telefonat se jam mirë, apo jo? Kjo është ajo që ju kërkoni? Ma shumë ti, me di që ku është. Unë do doja, ne kemi kontaktuar me shumë persona në Hollandë, sepse dhe nga prezentimi i javën e kaluar, ka pasur telefonata. Unë do doja t'ja u jepja fjallën gazetarëve në këto momente, po, Silva. Ku jemi për momentin, para se të shkojmë ka pasur telefonata dhe këtë mbrëmje, me sa shikoj stelash duke marë. Me gjitha atë, fillojmë nga ato që ju keni zbuluar. Në bazë të atyre etapave që ne kemi ecur. Atëherë, si pikë së parë jemi drejtuar përfaqësisë diplomatike të Kosovës në Hollandë, kemi kontaktuar si nëpërmjet telefonit edhe nëpërmjet emailit, janë dërguar të dhënat e Bastriut fotografia si dhe fotokopja e pasaportës që familja dispononte. Ambasadës shqiptare në Hollandë. Ambasadës së Kosovës në Hollandë, meqense Bastriu është edhe është nga Kosova, po. Ata në kanë ofruar bashkëpunimin e tyre që ne të bijmë sa më shpejt në gjurmët e Bastriut. Por normalisht kjo kërkon pak kohë, pas janë ato procedurat burokratike të cilat duhen respektuar dhe ka nevojë për kohën e tyre që të vinë një përgjigje sa më e saktë. Përveç kësaj, jemi lidhur dhe me vullnetarët e emisionit. Ka pasur shumë telefonata dhe javën e kaluar, apo jo? Njërin prej tyre dua të falenderoj zotin Dritan Muça, i cili menjëherë sapo i është dërguar, domethënë nga ana jon historia e Bastriut, është interesuar nëpërmjet rrjetit të tij shoqëror, si shqiptar, po ashtu edhe shtetas kosovar, dhe njëri prej tyre i kishte provuar po në këtë fytyrë unë e mbaj mend. Kam takuar para disa vitesh, e kam takuar në Amsterdam. Pra deklaron se i ka takuar në Amsterdam. Regjia do doja të më ndihmoni të mbasere me foton e Bastri Azizit për të verifikuar dhe për të vërtetuar në qoftë se ky person për cilin jeni duke folur është vërtet Bastriu apo është dikush tjetër. Po, Silva. Atëherë,
Kontakti vazhdueshëm me Sabriun ai na ka bërë në dieni, gjithashtu që dhe këshuriri i tij që e tha edhe pak më parë, Fatmiri, i cili jeton në Gjermani, është përpjekur të vjet në kontakt me bashkëshorten e Basriut si dhe me vajzën e tij. Ai ka arritur të vjet në kontakt me Giuseppën, po ashtu edhe me vajzën, me Mirlindën. Giuseppa i ka thonë se unë nuk jam as pak interesuar që unë të flas për Basriun, pasi tashmë kam krijuar një jetëre, jam martuar me një zotëri turk dhe ka krijuar familjen time. Me sa duket janë ndarë, pra, siç dyshoni dhe ju, por në momentin që është kërkohej letra e treguan bos dokumenta, po. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe e bia. Gjithashtu sa i përket Mirlindës, do them që vajza në fakt emrin e ka Melinda dhe jo Mirlinda apo Merlinda. E ka Melinda. Është datë lindjes 7 mars të vitit 1992, çka do të thotë që është 20 vjeçe dhe aktualisht është studente. Vendimja e saj është Beverwijk, që është dhe adresa ku nga ka ardhur dhe letra e Basriut në vitin 2002. Po. Përveç kësaj, do të shpjegoj dhe faktin e pasaportës së Basriut. Ai me këtë pasaportë është pajisur në datën 26 shtator të vitit 1996. Dhe ka fituar fal martesës me zonë Giuseppa, të paktën kjo është ajo që ne mendojmë, dhe i ka skaduar në vitin 26 shtator të vitit 2001. Kjo është dhe arsyeja pse ai ishte drejtuar komunës së Vitisë, sepse i nevojitej një certifikat e cila do të vërtetonte se ai nuk kishte kurorëzim në Kosovë dhe kjo do ndihmonte për të rinovuar dokumentat e tij. Dhe kjo ka bërë dhe lidhjen me familjen. Për sa i përket javës së kaluar, një djalë telefonoi në emision dhe na bëri të ditur se para 3 javësh, rreth datës 26-27 gusht të vitit 2012, ai ka qenë në pushime në Amsterdam dhe në një restorant turk që fatkeqësisht ai nuk ja mban mend emrin, pasi ishte vetëm me pushime dhe nuk kishte qenë më përpara, ka takuar një zotëri që i përngjan jashtëzakonisht shumë me fotografinë e Basri Azizit. Zotëria punonte në këtë restorant apo ishte thjesht? Ai ishte thjesht, më thënë, një klient i këtij restoranti, por zotëria me cilën ne folëm thekson se punonjësit e restorantit e njihnin shumë mirë Basriun. Gjithashtu Basri në bisedë që kishin bërë një bisedë fare të shkurtër, i kishte pohuar se jam nga Kosova, kam shumë vite që jam larguar, por momentalisht jetoj në Danimark dhe njëkohësisht zotëria kishte vënë re që dhe targa e makinës së tij ishte nga Danimarka. Në lidhje me këtë informacion, ne jemi drejtuar kërkimet në Danimark apo jo? Po, patjetër, jemi drejtuar përfaqësisë tonë diplomatike në Danimark, pasi Kosova ende nuk ka një përfaqësi të saj. Ata kanë marrë menjëherë përsipër të interesuar në rreth kësaj historie, pasi gjithashtu na kanë sqaruar edhe faktin që në Danimark shtetës kosovar janë të pakët në numër dhe kjo do jetë paksa më pozitive për të ndihmuar dhe për të rënë në gjumë të tyre. Gjithashtu, ata janë angazhuar jo vetëm nëpërmjet rrugëve zyrtare, por edhe rreth atyre shqiptarëve të cilët janë lidhur me ambasadën për shkak të dokumentave apo arsye të tjera të cilat të duhej. Gjithashtu edhe me shoqata të cilat janë në Danimark, gjithashtu njëra prej tyre e cila menjëherë na ka kontaktuar dhe neve që shoqata Alba Dance në Danimark. Ka ardhur dhe një email nga Danimarka, të cilin unë dua ta lexoj. Përshëndetje nga Danimarka, thot sa po mora letrën tuaj drejtuar ambasadës shqiptare në Danimark mbi rastin e qytetarit nga Kosova Basri Azizi. Ju premtoj se nesër në faqen tonë të shoqatës shqiptare Alba Dance do të jetë kjo letër që ju keni dërguar, por njëkohësisht do të kontaktojmë dhe me shoqatat e tjera shqiptare që veprojnë në Danimark. Po të kemi informacioni do t'ja unisim me njëherë. Ju përshëndesim dhe ju përkrajmë misionin tuaj bashkuar me njerëz të humbur. Pra me respekt, Luiz Shkodrani, sekretari shoqatës Alba Dance, Danimark. Kjo ndoshta shpresojmë të ndihmojë me publikimin e fotos së tij nëse ai ka shkuar në Danimark. Megjithatë, kjo nuk do të thotë Silva që vëmendja është larguar dhe nga Hollanda. Ne i analizojmë të gjitha ato informacione në gjitha ato shtete që na vijnë. Absolutisht nuk anashkalojmë asnjë. Gjithsesi duhet falenderuar zotëria i cili ka qenë menjëherë i gatshëm për të publikuar dhe për të kërkuar edhe tek lobi i shqiptarëve të Danimarkës, nëse dikush e ka njohur Basri Azizin. Edhe diçka tjetër, informacioni që keni marrë javën e kaluar Silva dhe i zotërisë që deklaron se ky person jeton në Danimark, madje dhe targat e makinës i kishte nga Danimarka. Ishte ndjeni zotëria se quhej Basri Azizi?
Zotria Apo thjesht bazoj vetëm tek foto? Kishin bërë një prezantim bashk dhe nuk mendonte se ky person do të kërkohej, domethënë, nga familja e tij. Menjëherë sapo ka parë fotografinë e tij në ekran, ai na ka telefonuar dhe na ka dhënë këtë informacion. Ka qenë një takim krejt i rastësishëm dhe nga biseda i është kryer, domethënë duke parë fotografinë është krijuar biseda dhe menjëherë na informoi që këtë person unë e kam takuar. Informacionet të tjera, ju me sa në dieni keni bërë kërkime edhe në përjetet ndryshme sociale, apo jo për një person me emrin Bastri Azizi. Çfarë keni zbuluar? Këto kanë qenë dhe në Hollandë dhe në Danimark. Në Hollandë fatikisht kanë rezultuar disa persona me emrin Bastri Azizi. Çuditërisht kanë mbatur të njëjtin identitet, por që janë shtetas të huaj dhe jo nga Kosova. Për sa i përket Danimarkës, është pak i çuditshëm fakti që kemi gjetur një person i cili quhet Bastri Ahmeti. Në fakt Ahmet është babai i Bastriut dhe menduan se mos ndoshta për efekte dokumentave ai mund ta kenë ndërruar këtë gjë. Ne arritëm të kontaktonim me bashkëshorten e zonjës. Me bashkëshorten e zotit Bastri Ahmeti. Zonja tha që mbiemri jonë është Ahmeti dhe jo Azizi, jemi nga Prishtina dhe prej vitit 99 ne ndodhemi në Danimark. Madje me sa e ndjeni kanë edhe kontakte me familjen në Prishtinë. Pra bie ky variant nuk është Bastri Azizi personi me emrin Bastri Ahmeti. Të tjera të dhëna sonte kam mbritur me sa shikoj ju keni marrë telefonata edhe sonte. Ndërkohë që do të presim, keni diçka tjetër për të shtuar, a mundet më bëni një paraqitje se sa i gjatë ishte Bastriu, nëse ka pas ndonjë shenjë të veçantë? Jo, shenjë diçka të veçantë s'ka pas. Ngjyrën e syve, flokët, sa i gjatë ishte? Po në atë kohë. Ju po, sigurisht. Shumë është vite të gjata, 19 vite janë shumë gjata. Ka qenë vetëm 21 vjeç. Po. Veç më i shkurtëson në metrop është, një 72-3 prafërsisht. Një 72, një 73, dhe pak me mbushur. Po, më i plotëson është. Vitet kanë kaluar, nuk e dim si do jetë pamja e tij sot, megjithatë do të jemi në pritje. A ka pasur me sa shikojnë duke marrë telefon? Po, Silva. Diçka tjetër, fatikisht Fatmiri, domethënë djali i tezës Bastriut dhe të Sabriut, na ka vënë ndjenjë që djali i Xhaxhait, i cili ka pohuar që në vitin 2006-2007 e ka takuar domethënë Bastriun, ka theksuar dhe faktin që Bastriu në atë kohë i prezantoi me një emër tjetër dhe ishte një djalë paksa i zymë dhe nuk shoqëroi shumë me shqiptarët. Fatkeqësisht Fatmiri nuk e mbante mend domethënë emrin e tij, por e mbante mend të si detaj që në atë kohë ai prezantoi dhe me një emër tjetër dhe jo me emrin e tij Bastri Azizi. Ndërkohë do doja të bënim dhe një herë publike të dhënat e tij Silva për të gjitha personat dhe japim dhe një herë foton e Bastri Azizit. Atëherë po flasim për Bastri Ahmet Azizi, i cili ka lindur në datën 29 korrik të vitit 1969 në fshatin Ballancë të komunës së Vitis në Kosovë. Prej vitit 2002 ai ka shkëputur kontaktet me familjen e tij nga Hollanda. Ndërkohë që po është i sigurt që është Bastriu nga bazohet? Po, ka bërë muhabet, i ka thënë që më kanë vrarë familjen në Kosovë, kishte treguar nuk kanë pas në mundësi që të lidhen me ta për këtë arsye. Po. Si thosh Bastria, unë e njeh në zonën e rend. Po, patjetër. Nëse ne do të kemi diçka më konkrete. Prej 94-s po tregoj kur kom fol 2002-ën, çat zonë ka pas. Zëri s'ka ndryshuar, nuk ndryshon asnjëherë, Sabri. Ndërkohë që ka marrë një zotëri dhe thotë se vazhdon të jetojë në Hollandë, pasi ka parë për çfarë kohë flasim, Stella? Para një muaj. Në çfarë zone të Hollandës? Në Rotterdam. Në Rotterdam. Po, dhe janë dy informacione, edhe tjetri më poshtë bën fjalë për të njëjtin qytet, në Rotterdam të Hollandës. Është përcaktuar se në çfarë vendi, në një berberan turke. Po. Pranë një supermarketi. Pranë një supermarketi. Ka folur me të, fliste vazhdimisht, ishte hera e parë që e shikonte? Kishte takuar herë të tjera, kishin biseduar e kishte dëgjuar që ishte shqiptar. Një bisedë, domethënë, dhe ajo çka tha dhe telefonuesi, paktën personin që mendohet që mund të jetë Bastriu, i kishte thënë se quhej i tillë, edhe nuk ka pasur më kontakte me familjen, i kishte thënë pasi gjatë luftës së Kosovës kam humbur krejt familjen atje. Pastaj kjo është ajo që ka thënë. Atëre Sabri, nëse Bastriu do të dëshironte të lidhej me ju, ka pas ndonjë numër kontakti ku mund të lidhej? Ju pra nuk i keni dhënë, flasim për vitet në 2002-shin që keni folur për herë të fundit. Po, 2002-shin e ka pas një numër djali migjës mobilit. Edhe ja keni dhënë këtë numër Bastriu? Po, e ka pas këtë numër vllau. Ka fol me ta, ka fol me nënën time, me motrat.
Po, a i djeli mizës diçka jo ba diçka puna, i ka hupa, ka hek, numrin, edhe mo s'ka pos. Humbi çdo lidhje. Pra, në qoftë se Bastriu dëshiron të kontaktojë me juve, nuk ka asnjë numër kontakti, apo jo? Jo. Atëherë do të jemi në pritje dhe njëherë unë do të doja t'i bëja thirrje në qoftë se na ndjek sonte Bastriu, pra Bastri Azizi nga Hollanda është parë para një muaji, thot një zotëri, në Rotterdam të Hollandës. Ne jemi këtu për të pritur thjesht telefonatën e tij, është ndoshta mirë apo jo? Ndërkohë që unë do doja Sabri dhe njërë të ktheshit nga kamera dhe në qoftë se ai të ndiqte sonte, çfarë do t'i thoshit? Po e Aida do t'i thesha, s'po keni telefonat me di që ku është. Thjesht të telefonoj që është ndoshta mirë. Pasi keni pritur 5 muaj se ai do t'ju merrte. Ashtu. Nga 5 muaj kanë kaluar 10 vjet apo jo? 10 vite. 2002 ka qenë koha e fund. Çfarë muaji ka qenë kur keni folur në 2002? Ver, vjeç? S'm kujtohet, më duket të shkruan atë. Tetor-nëntor. Pra vjeç tetor-nëntor 2002. Që nga ai moment nuk kanë folur më. Unë me sa shikoj sonte kemi lëvizje, ka persona të cilët telefonojnë dhe kjo të paktën ky është personi i parë. Kjo është më e rëndësishmja. Nëse do të kishim telefonat, atëherë do të dyshonim për diçka tjetër, sepse ajo është që ne friksohemi më shumë si juve, familjar, por dhe ne. Nëse është në jetë apo jo, këtë person jemi duke kërkuar në jetë, apo çfarë mund të ketë ndodhur me të. Por fakti që ka telefonata tregon që ndoshta është parë. Atëherë më thoni, sepse shikoj që merrni informacione, Visi, kemi diçka konkrete? Po, sërish për shtetin e Hollandës, qitet për vitin 2004, një person gjithmonë nisër nga ngjashmëria. Thjesht bazohet tek foto. Po, mendohet se ka parë në Hollandë. Gjithashtu ka dhe interesime për sa i përket zonës Rotterdamit. Për çfarë zonë flasim? Për në Rotterdam. Në Rotterdam. Atëherë Rotterdami është një qytet i madh, gjithsesi do doja për të gjithë ju që jeni duke na telefonuar dhe duke dhënë informacione nëse e keni parë pra Bastriun, do doja të na tregonit vendodhjen ku e keni parë, sepse ne kemi grupin tonë të vullnetarëve në Hollandë edhe në Rotterdam, dhe ndoshta në momentin pra që ju jepni informacionin për zonën ku e keni parë, ne dërgojmë njerëzit tanë të marrin vesh në qoftë se vazhdon të jetojë aty, në qoftë se punon, pasi është dhënë dhe një informacion tjetër për një restorant. Ndërkohë, me sa shikoj ka shumë telefon, ka diçka tjetër Silva, Benar, në lidhje me postën tonë elektronike, kemi diçka? Do të them që edhe në Danimark kanë ardhur, më thënë, sugjerime, gjithashtu edhe ndihmesa. Zotëria cili na shkruan thekson që është me profesion policë dhe nesër patjetër do të angazhohen në Danimark. Ndërkohë, po, Seda. Familjen që ne i bëm thirrje pak më përpara Aida ka marrë informacion se kjo familje mund të jetë nga fshati Shinkollas i Devolit. Shinkollas, pra u përcaktua dhe fshati. Shinkollas, po. Pra mund të mbajë dhe ndjerimin e fshatit. Për familje bëhet fjalë, sepse mund të ketë persona sapo kanë hapur ekranin. Po, për zotin Demir Kaja, por që duhet të theksem mund të mbajë dhe mbiemrin Shinkollas dhe sepse ekziston një fshat në Devol të Koshës me emrin Shinkollas. Pasi ky person i cili ka ardhur në emisionin ton ka pohuar se letrat që ai ka marrë nga familja e tij mbanin dhe këtë mbiemër, pra si Kaja dhe Shinkolli. Atëherë edhe një herë familja Kaja në Shënkoll të Devollit. Ndoshta është një fshat i vogël, mund të ketë persona që na ndjekin sonte dhe nëse e njohin këtë familje do t'i luteshim të kontaktonin menjëherë me ne. Dorina, ka diçka tjetër? Në fakt, në këtë moment një zotrin na jep një informacion që kanë nisur fotot e Kastriotit, do me thonë zotria që ka dalë së bashku. Për Kastriot Lazellarit, i ka nisur në adresën tonë të e-mailit, nga telefonon zotria. A i thjesht jep një adres, më tonë ku ne mund të gjejmë këtë foto, ndërkohë në këtë moment neve do bëjmë kërkimet për të parë me këtë emër, më thonë, dhe dalin fotot e zotris. Me këtë emër? Pse mendojtë se mund të ketë ndryshuar emër? Jo, do me thonë fotot që korespondonin me foton që ne publikuam. Atëherë mund të bëjmë një verifikim Benar tek adresa jonë e e-mailit, nëse kanë ardhur disa foto, të shpresojmë sonte. Megjithëse kemi hyrë në rubrikën tonë më të vështirë, themi ne kthim pas vitesh, por asnjë gjë nuk është e pamundur. Unë falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke telefonuar, duke dhënë informacione, sot ka pasur një
bum të madh telefonatash si për historinë e Bastriut, por dhe për historinë e Kastriotit, të shikojmë se ku jemi për momentin. Atëre, merrni gjitha këto informacione dhe më bëni një përmbledhje. Pra, më thatë, Sabri se ka pas pasaport të Hollandës? Po, që atë kur i ka pas shumë komuna tu, ajo konë pasaport. Ajo konë i Hollandës. Saj me kreti ko dokumentat të Hollandës. Hollandese, sigurisht sepse është larguar që 91-shin, apo jo? Qashtë, pasaportin atjet o ko, të Kosovës nuk ko kur gjo. Ka marrë dhe zotria e cili punon në Danimark, punon në polici, do të bëj një verifikim shumë konfidencial dhe ndoshta do të na japë një përgjigje më të saktë. Ndërkohë, gjithsesi, unë i kam besim edhe tek ambasada e Kosovës në Hollandë për të verifikuar pra ndoshta në adresat, në qoftë se ai është me pasaport hollandeze, sigurisht do të ketë një përgjigje zyrtare nga policia hollandeze nëpërmjet gjithmonë duke u kanalizuar nëpërmjet ambasadës. Po? Me pasaport Hollandës. Në 2002 ka qenë e sigurt pra me pasaport Hollandës pasi ju e keni marrë informacion nga ajo që është kërkuar në Kosovë. Atëherë, më thoni ku jeni për momentin me këtë histori, sepse duhet të hidhemi me njërë të Po? Do më thënë betemi në Holland. Po? Tani është një qytet tjetër që thuhet se është parë shpesh, bëhet fjalë për Amsterdamin. Për çfarë kohë flasim? Gjithmonë para një muaji. Do më thënë janë periudha të njëjta, pak a shumë të gjithë telefonuesi. Zotria bazohet tek foto apo ka folur me të di që është sepse punonte si shofer autobusi dhe tha se hipën shpesh në linjën që unë bëj rrugën aty. Zotria është shofer autobusit dhe për çfarë qytetit Hollandës flasin? Në Amsterdam. Po. Në çfarë linje bën? Është përcaktuar çfarë zone zakonisht bën? Jo, nuk ma tha zonën, por që është i sigurt se kishte gati 15 vjet që 15 vjet punonte si shofer autobusi në Amsterdam dhe këtë person e kishte hypte pra hypte shpesh, e kishte hasur shpesh edhe e njoh shumë mirë, janë thinjur pak flokët, tha. Po? Edhe ndoshta pak më i mbushur se në fotografinë që neve kemi. Edhe janë thinjur pak flokët dhe ndoshta i kanë rënë pak. Të paktën kështu thotë zotria. Po, mundet më i ra flokët pak përpara, edhe mundet më konë ma i shnosh. Po, pak më i shnosh dhe i pak i thinjur. Do të shikojmë, sa duket ndoshta është në Hollandë, të shpresojmë. Do të presim, atëherë presim telefonata tuaja deri në fund të emisionit, të nderuar miq, pra ju mund të kontaktoni me ne në numrat tanë telefonit të cilët i keni të afishuar në ekran, dërgoni informacioni dhe në numrin celular, por mund të dërgoni këtë informacion dhe në postën tonë elektronike. Më thoni pak Benar me email kanar, sepse u deklarua pak përpara për 2 foto të Kastriot Lazës. Jo, është ngatrim, personi ka ngatruar, nuk kanë lidhje me personin që po kërkojmë ne. Nuk ka lidhje me personin që kërkojmë ne. Ndërkohë që do doja ta merrni të plotë informacionin për çfarë për kë person bëhet fjalë. Dorina, mund të kontaktosh edhe një herë me zotrin për kë person bëhet fjalë. Atëherë do të jemi në pritje për të gjitha rastet këtë mbrëmje dhe në këtë moment e kalojmë në një histori tjetër. Kemi kaluar kështu në rubrikën tonë më të re për këtë sezon Misteret pas zgjidhura. Sonte, të nderuar miq, do të ndalojmë në një mister, për ne është mister vërtet, kur e kemi mësuar për herë të parë këtë histori, jemi habitur, sepse ka qenë shumë pranë nesh, por për këtë fshat dhe për këtë zonë nuk është folur asnjëherë. Pikërisht bëhet fjalë për kepin e Rodonit dhe për fshatin Draç, i cili mban një mister të paszgjidhur për ne, një mister i cili ka mbuluar koha, pluri kohës dhe ndoshta është haruar. Ne jemi këtu për të sillat në dritë dhe për të mbledhur nga të gjithë ju, nga të gjithë ata që dinë diçka për këtë histori, informacione. Do doja të gjithë së bashku të ndiqnim një insert për të marrë vesh se për çfarë flasim. Cila është kjo histori misterioze që ne do të zbulojmë sonte. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Një vend mes të shenjtës, mistikës dhe paganes. Një vend mes asgjës dhe pranë gjithçkaje që ai vetë ka dashur të ruaj. Kepi i Rodonit, një pikë strategjike lakmuar ndër shekuj, shfryn ngadalë nga gjiri i tij copzat e harruara të historisë së vet. Askush nuk di të thotë me siguri nëse ky vend është i bekuar apo i mallkuar,
sepse as njëra as tjetra nuk e kanë vërtetuar të rësisht në vetvete këtë gjë. Diçka mund të hamendësohet fare mirë, që kjo tokë është e veçantë e çuditëbërëse, që gjithmonë ka mbijetuar fal një fuqie të padukshme, që e ruan dinjitetin i cili shprehet në bukurinë natyrore të tij, por jo vetëm kaq. Mbi atë tokë kanë zbarkuar të mirë të këqij, paqëruajtës dhe pushtues. Të gjithë janë munduar që të lënë një shenjë në këtë vend dhe të shkruajnë historinë sipas modelit të tyre. Por kepi ka mbajtur vetëm disa shenja që ka dashur vetë, si për të treguar qartëzi se kush është patroni i vërtet i tij. Kepi Rodonit është një riptokë në formë gadishulli që futet në brendësi të detit Adriatik dhe shtrihet në formë trekëndshme midis gjirit të Rodonit në veri dhe atij të Lalzit në jug. Kepi Rodonit është kepi më i madh i vendit ton. Ai gjendet në pjesën veriore të qytetit të Durrësit. Në vizitën që i bëm, nuk kishim për qëllim të zbulonim diçka të padëgjuar më parë, sepse studiuesit, historianët e arkeologët janë marrë shumë me këtë riptoke dhe me vlera që mbart brenda tij. Qëllimi ishte të provonim magjinë që përcjell ajo tokë, e atë emocione të përziera me faktet historike të përcjellim tek publiku i gjerë. Ulumtuesja dhe veprimtarja Elida Duka Jorgoni na tregoi një kartolinë të vjetër serbe botuar në revistën Albanika disa vite më parë, ku paraqitej një komandant serb në brigjet e Durrësit, me pushkën e mbështetur në tokë, si për të treguar që aty është tokë e tyre, dhe me mbishkrimin "Përshëndetje nga Bregdeti serb". Është kartolinë e cila daton që prej 100 vitesh, kohë në të cilën Shqipëria zihente për momentin e madh të shpalljes së pavarësisë. Më 1912, Ismail Qemali niset nga Triestja me anijen brund për në Durrës, të shpallte zyrtarisht Shqipërinë e pavarur dhe sovrane. Në kohën kur Ismail Qemali ishte nisur drejt Durrësit, gazeta Liria e Shqipërisë publikonte një lajm të zi. Armata serbe kishte arritur në Shëngjin dhe pasi kishte pushtuar bregun e Matës dhe Lezhën, në paraditën e 20 nëntorit kishin hyrë në Krujë. Masakrat dhe pushtimet në mënyrë të pabesë nga forcat serbe vazhduan edhe më tej. Qëllimi i mbrapsht i serbëve ishte të zbarkonin në Durrës, e për këtë arsye Ismail Qemali nxitoi që më 26 nëntor 1912 të ngrinte flamurin kombëtar në këtë qytet. 2 ditë më mbrapa, plaku i urtë gjendej në Vlorë për të kryer aktin historik të shpalljes së pavarësisë. Po në të njëjtën ditë, 28 nëntor 1912, teksa Ismail Qemali ngrinte flamurin në Vlorë, në qytetin e Durrësit, kishte zbarkuar një kolonë ushtrisë serbe, prej rreth 50 vetësh. Në udhëheqjen e komandantit Demetro Bulic, ishte urdhëruar të ulej flamuri kombëtar, të ngrihej ai turk dhe më pas në vend të tij të vendosej ai serb. Pas atij akti, forcat serbe ju afruan Bregdetit dhe pa hequr çizmet, hynin në cekti në det dhe përplasnin shpatat e zhveshura në ujë dhe bërtisnin Zhivo Serbia. Pavarësisht kësaj, ajo tokë nuk i mbajti më shumë se 6 muaj pushtuesit, sepse kishte tjetër zot dhe këtë e faktonin shumë gjëra. Dalja në det ishte një ëndër për çdo që synonte të pushtonte Shqipërinë dhe kepi Rodonit të ofronte një mundësi të shkëlqyer, por zotrit e kësaj toke ishin të tjerë, të cilët kishin lënë gjurmë të tyre ndër shekuj. Ashtu si grekët e romakët, edhe ilirët pagan kanë patur perënditë të tyre mes të cilëve ishte edhe Redoni, hyji i detit, një lloj si Poseidoni i grekëve apo Neptuni i romakëve.
një kohë të gjatë, studiosit janë përpjekur të gjejnë dhe vërtetojnë se emrin e perëndisë Redon të Ilirisë së Lashtë e mban sot kepi i Rodonit. Sipas studiosit Mojkom Zeqo, Redoni ka qenë perëndia kryesore zyrtare e shtetit ilir. Ndër vite, ndoshta emri Redon është transformuar në Rodon, ashtu siç e njohim sot. Një prezencë hyjnore duket se ka pushtuar gjithmonë këtë vend, që nga perëndit pagane deri tek shenjtorët e shekujve të mëvonshëm. Një gjë është e sigurt, gjithmonë ky vend është përdorur nga zotërues me influencë të madhe, dhe kjo ishte arsye që pushtuesit donin ta shtinin në dorë. Kepi i Rodonit, ose siç i thon ndryshe, kepi i Skënderbeut, sipas Marin Barletit ka shërbyer si një oazë paqeje për familjen e Skënderbeut, por dhe si një rrugë shpëtimi në rast të një rrëthimi fatal, duke patur avantazhin e daljes në det. Më përpara ky vend ka qenë në zotrimin e topijasve dhe nuk dihet se si ka përfunduar në dorën e kastriotëve, por nga historia kemi mësuar disa nga ambicet e Skënderbeut, që përveç një kështjelle, ai po projektonte të ngrinte në atë vend një qytet të tërë, atë të Kjurrilave. Dy objektet më me rëndësi që kanë mbërritur deri në ditët e sotme në atë vend janë Kalaja Rodonit dhe Kisha e Shnandout, të cilat gjenden disa kilometra larg fshatit Draç të komunës Ishëm. Rruga për të shkuar tek kjo parajsë natyrore gjarpëron përmes pyjeve dhe pllajeve të zonës së Ishmit. Teksa ngjitesh në lartësi, syri mund të shohë pothuajse me lehtësi brigjet e Adriatikut, nga bishti i Pallës deri në grykën e Kotorit, Ulqinin, Shëngjinin e Patokun. Në lindje gjithashtu mund të dallohet Lezhë dhe Kruja. Pak kilometra përpara se të afrohesh në objektin e parë me rëndësi, Kisha e Shnandout, rruga është e pashtruar, si për të dhënë përshtypjen e ruajtjes së një modeli të vjetër, të paktën që nga mesjeta. Thuhet se motra e Skënderbeut, Mamica Kastrioti, ndërtoi në këtë vend një manastir për murgeshat të Shën Kjarës ose Klarës, dhe një pjesë të mirë të kohës e kalonte atje. Gjithashtu, thuhet se në afërsitë të tij kanë ekzistuar dhe 4 manastire të tjera, si ai i Shën Anastasis, Shën Kollit, Shën Maris, por vetëm ai i Shnandout ka arritur të mbjetoj shkatrimeve deri në ditët e sotme. Specialistët kanë pohuar se objekti është ndërtuar në shekujt 14-15. Stili arkitekturor i takon atij romano-gotik, e cila shihet tek harqet e mprehta dhe është ndërtuar me muraturë prej gurësh shtufi dhe tullash të lidhura me llaç gëlqereje. Ato që arkeologët apo historianët e kërkonin me ngulmim, fatmirësisht doli në këtë kishë, për të cilën thuhet se mbart shumë mistere. Ishte një fat i madh që në brendësitë të saj, në një afresk prapa altarit, u zbulua stema e vërtetë e kastriotëve, shqiponja 2 krenare, e cila mban ngjyrë të kuqe të hapur, dhe ishte e pikturuar mbi suva të bardhë, që me gjithë dëmtimet arrin të shuhet ende. Edhe Adzef Plumbi, një nga personat i cili ishte kujdesur për restaurimin e kishës, kishte shfaqur interes për afresket e zbuluara brenda kishës. Përpos shqiponjës, aty ngjitur me të, jepet portreti i një vajze kalorse, për të cilën thuhet se i përket Mamica Kastriotit. Në dyshëmet e altarit u gjetën 2 varre monumentale me mbulesë guri të thyrë. Për njërin prej tyre thuhet se i përkiste Martin Gjonimit, kryekustodit franceskan shqiptar. Për varin tjetër, Adzef Plumi ka këmbgulur gjithmonë se mund të jetë i Mamicës, pasi u përcaktuan si eshtra që i përkiste një gruaje varrosur bashkë me 2 fëmijët e saj në të njëjtin vend. Shpjegimi që i bëhet është i tillë, që motra e Skënderbeut duhet të ketë gjetur vdekjen nga sëmundja e malarjes dhe duke qenë zotruese e atij territori, i takonte që të varrosej në kishën që gjendej aty.
Materialet arkeologjike flasin për ekzistencën e një tempulli më të hershëm në atë vend, përpara se të ngrihej kisha që sot mban emrin e Shnandojt. Ky i fundit, në të vërtet, quhej Shën Antoni i Padovës, i lindur më 15 gusht 1195 në Lisbon të Portugalisë dhe i mirënjohur në të gjithë botën për rreth 34 mrekulli të jashtëzakonshme që ai ka kryer në vende të ndryshme. Thuhet se Shnandoi ose Shën Antoni kishte vetin të shfaqej njëkohësisht në 2 vende dhe për këtë kryen të njëjtat rite ceremoniale për shenjtorin, si në këtë kishë, edhe në atë të Laçit, që mban të njëjtin emër. Në periudhën e komunizmit, ky vend ka shërbyer si zonë ushtarake, rënojat e të cilit ende janë shumë të dukshme. Sipas gojdhanave, një person i cili kishte tentuar të dëmtonte kishën me dinamit për të hapur tunele përreth hap të ushtrisë, kishte mbetur pa dorë, duke qenë se lënda plasëse kishte shpërthyer para kohe, që atëherë askush nuk guxon të prek shenjtërinë e këtij vendi misterioz. Rreth 20 minuta më larg, mes gjelbërimit dhe vezullimit të diellit mbi det, gjendet Kalaja Skënderbeut. Sipas dokumentave, Gjergj Kastrioti filloi ndërtimin e kalasë së Rëdonit diku rreth viteve 1450, pas rrethimit të parë të Krujës, në mënyrë që të ishte i mbrojtur në rast rreziku nga sulmet e ushtrisë turke. Ai synonte dhe kishte një dalje të shpejtë në det, dhe kjo kështjell ja mundsonte më së miri këtë gjë. Muri i kështjellës, i cili duhet të ketë mbaruar diku rreth vitit 1452, arrinte një gjatësi prej rreth 400 metrash dhe në kulmet e saj kishte kulla të rrumbullakta. Në vitet 1500, Kalaja u pushtua nga Venediku. Ajo çka shihet sot është vetëm një pjesë e saj, pasi pjesa tjetër është zhytur poshtë ujit të detit Adriatik. Synimet e kastriotëve për këtë zotrim të tyrin nuk janë qartësuar asnjëherë. Ai është përdorur si vend pushimi, si fortifikim, si port dhe ndoshta më vonë, aty mund të ishte populluar edhe me qytetarë. Por me vdekjen e Skënderbeut, gjithçka filloi të rënohej nga dora e njeriut, jo vetëm në periudhën e mesjetës, por edhe në vitet e mëvonshme. Ajo që është treguar më bujare me këtë vend të veçantë, duket se ka qenë koha e cila i ka mundësuar ruajtjen e origjinalitetit. Një kështjell dhe një kish, një perëndi pagane i lire e një shenjtor kristian. Ky është Rodoni i Skënderbeut, ose Kepi i Muzhlës, i cili nuk pranoi zot tjetër përveç se të tij, me gjithë lakmitë e shumta të pushtuesve. Në ditët e sotme, ai përbën një vlerë akoma më të madhe dhe si një jehone shekujve të kaluar, bën thirrje për t'u ruajtur. Pra të nderuar miq, ky ishte misteri që ne donim t'ju sillim sonte, të zbulonim, të hidhnim dritë edhe duke hedhur dhe shumë pyetje të gjithë ata studiues, historianë, të cilët merren me këto
pra monumente kulture, me këto monumente kulture të cilat vërtetojnë akoma dhe më shumë se sa e hershme është historia e popullit tonë. Jo pa qëllim ne ju thamë se një pjesë jashtëzakonisht të rëndësishme do të zënë histori të tilla në emisionin tonë. Misteri i Kepit të Radonit do të vazhdojë dhe në emisionet e ardhshme, pasi njerëz të humbur do të investigojë hap mbas hapi për çdo gojë dhënë dhe për çfarë pra flet se cila ikon që ne pam pikërisht në atë kish dhe në atë kala, për të cilat nuk është folur shumë, madje nuk është publikuar shumë ashtu siç duhet. Ka shumë pikë pyetje të cilat qëndrojnë në këtë histori, megjithatë ne do të jemi tek ju sërish dhe në emisione të tjera, po me një tat histori dhe po me këtë histori. Kemi ardhur kështu pra në fund të emisionit, megjithatë përpara se ne ta mbyllim sonte, unë do doja të dija nga gjithë informacionet, burimet e informacioneve që kanë mbritur këtë mbrëmje, dhe për gjitha raste që ne kemi publikuar nga fillimi deri në këto momente, gazetarët do të më bëjnë një përshkrim të gjitha rasteve, çfarë ka ardhur sonte dhe ku jemi për momentin për ato që ne kemi publikuar. Po, Stella. Dua të them që i vetmi vend nga të cilat kemi pasur informacionet e natës së sotme është vetëm Hollanda, dhe ku janë përmendur qytetet Amsterdam dhe Rotterdam, dhe vëmendja jonë është përqendruar pikërisht në këtë shtet. Dhe besoj që ndoshta do kemi rezultate në javët në vazhdim nga gjithë ndihmesat që kemi marrë nga vullnetarët që na kanë telefonuar. Është shumë e rëndësishme të verifikojmë përderisa Bastriu ka pasur dokumenta, pra pasaport hollandeze, shumë lehtë ndoshta do të merret një informacion nga policia e Hollandës gjithmonë nëpërmjet ambasadës tonë atje. Ndërkohë për Kastriot Lazen sonte kanë ardhur informacione dhe sugjerime ndihmesa nga shumë persona të cilët duan të ndihmojnë për të zbardhur këtë histori. Vërtet sonte është përmbysur paksa nga ato informacione që ne morëm nga zotëria e cili ka telefonuar live. Pra, Visi ka diçka tjetër, po? Jo, do të shtoj se për rastin e Kastriotes nuk kemi diçka finale, megjithatë ne shpresojmë që të paktën nga ata persona të cilët ne jemi siguruar që do të na ndihmojnë, do presim përgjigje nga ato që unë i thash pak më përpara, ka diçka tjetër të re që mundet të ta publikojmë përpara se ne të mbyllim këtë mbrëmje, por po Seda. Gegës një rast i cili është publikuar tek bloku i pasaportave, djalit 28 vjeçar nga Librazhdi është marrë informacion mendohet për në Greqi. Shpresojmë të jetë sa më i saktë. Të shpresojmë kërkimet vazhdojnë, ndërkohë Dorina? Doja të thoja dy informacione, të cilat bëhet fjalë për Iliriana Rizvanodhin, vajzën nga Kosova, 42 vjeçare. Domethënë kemi marrë informacion nga një zotëri i cili deklaron që para 2 javësh në një kazino në Stuttgart të Gjermanisë, ku vetë zotëria ka qenë i pranishëm në këtë kazino, beson se mund të jetë Iliriana, bazohet thjesht tek fotoja. Ndërkohë informacioni tjetër vjen për rastin e Tonin Kolës, 40 vjeçarit nga Merdita. Nga pasaporta televizive që ne kemi flasim prezantuar gjithmonë në për fillim. bllokun e pasaportave. Të dy rastet kanë qenë të prezantuara tek bloku i pasaportave. Dhe bëhet fjalë për vitet 2002-2004. Djali jep informacionin që ka jetuar në Angli me Toninin. Në 2006 Tonini rezultoni humbur për familjarët e tij dhe në 2004 vjen informacioni që në Angli një person ka jetuar me të. Është nga informacionet e para që ne kemi marrë për Tonin Kolën, pasi ka humbur brenda territorit të Shqipërisë në drejtim të paditur për familjarët. Është publikuar disa herë dhe sonte shumë i rëndësishëm si informacion. Është parë në Angli, gjithsesi është përcaktuar zona. Po, domethënë në Londër të Anglisë, po. Unë do doja edhe njërë të fokusoheshin tek foto në qoftë se flasin për të njëjtin person. Silva me SMS ka ardhur, kanë pasur informacione sonte apo jo? Sugjerime dhe ndihmesa, domethënë dhe bashkëpunime të Ngana, sidomos dhe për rastin e Bastria Azizit ka patur interesime, gjithashtu edhe të njohur të familjes, kanë bërë dhe përshëndetje nga ana tyre për historinë e tij dhe shpresojnë që të gjendet sa më parë. Shpresojmë që ai të telefonojë ndoshta pra e ndjek emisionin ton, telefonoj vetë, ndoshta nuk gjen mënyrën se si mund të kontaktoj me ju, pas edhe në atë numër që ai fliste, numri i telefonit nuk ekziston më, kështu nuk ka asnjë pikë kontakti ku të lidhet me ju. Megjithatë, ne i kemi vazhdimisht gjatë natës sot, ne kemi pasur të gjitha numrat e telefonit, ju mund të vazhdoni të telefononi, madje dëgjoj që bien telefonat, vazhdojnë telefonatat, megjithse kemi të i kaluar orarin. Për këtë mbrëmje kemi hyrë pra në ditën e re, në ditën e enjte, është ora 12:24, pas mesnate. Megjithatë nuk do ta mbyllim këtu siç ju premtuam për gjithë ata cilët janë të interesuar dhe që nuk na kanë ndjekur javën e kaluar. Ne do ta mbyllim sonte me udhëtimin e njerëz të humbur drejt Slovenisë, pikërisht në Ljubljanë,
dhe bashkimin e një familje mbas 40 vjetësh. Për të gjithë personat që kanë qenë të interesuar, kanë telefonuar në emisionin tonë dhe kanë dashur të ritransmetojmë dhe njëherë këtë histori, ndiqeni tani, ne mbyllim këtu, takohemi javës që vjen. Të gjitha informacionet që mblodhen sonte, por dhe që ju do të jepni gjatë javës, do të verifikohen dhe deri të mërkurën që vjen, gjitha do të verifikohen dhe do t'ja u japim në transmetim të drejtë për së drejti. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëpafshim. Në një buzëmbrëmje të vitit 1969, në një stin që nuk mbahet mend, dy të rinj i japin lamtumire në përhershme njëri tjetrit. Askush nuk e di se si u ndan. Zhurma e trenit të podujeve si dha fund lidhjes së tyre, por nga ana tjetër shkaktoi një breng të pamas në zemrën e dy fëmijëve që s'do e provonën në kurrë për këdheljen e nanës. Kush e di se çfarë provonte në shpirtin e saj, e ku i fluturonte mendja Frančiska Imerović, teksa treni rrëshqiste mbi binar drejt fushë Kosovës e më pas Slovenisë. Me siguri duhet ketë menduar që ai tren do ta sillte përsëri pranë fëmijëve të saj, por në fakt vitet i zunë vendin njëra tjetrës, e sot as fytyrën nuk ja kujton më njëri. Se di, ai kum pos 4 vjet, a 5 vjet që na orë nuk e di. Me nënën teme nuk e di so ka nejt. A 2-3 muaj, a 5-6 muaj, so ka mujt me nejt bashkë nuk e di. Edhe jo nda, ta na, qësh kena mujt kena jetuar. Veç e di që tha unë po shkoj, tha po vjen ti me muaj. Thash, e merë gëzimin, tha, ju, vesh ty. Edhe ajo shkua. Është kthyer mbrapa në Sloveni. Veç e moj men, që u kon aksham, e moj men, që na kalon neve flajtun, edhe ka quaj drejt e treni, që tu e moj men, e u kthy baba, ma kur që ma se kom pa në nënko. Treni vazhdon rrugëtimin e tij, kryqëzohet me të tjerë. Ajo që askush se di është se në cilin stacion ka ndaluar Frančiska. Kanë kaluar më shumë se 40 vite, e normalisht shumë gjëra kanë ndryshuar. As gëzimi me behien nuk janë më fëmijë që për shkak të pafajësisë së tyre të mos i japin rëndësinë e duhur gjërave madhore, apo mbi të gjitha të mos dinë t'i vlerësojnë ato. Ai tren u zhduk vërtet bashkë me imazhin e nënës së tyre shumë kohë më parë, por stacionet megjithse të panumërta vazhdojnë të mbeten aty. Mjaft që të dish këtë zgjedhësh, ku ta hedhësh hapin për të kërkuar. Në vitin 2011, ata ju drejtuan emisionit Njerëz të humbur me një kërkesë të thjeshtë, por me plot shpresë, se gjurmet e Frančiskës patjetër që do të mund të gjendeshin diku. Më 8 shkurt 2012, vëlla e motër bën apelin e parë publik për miliona teleshikues në përbot, që dikush që mund të njihte nënën e tyre të jepte një shenjë jete, por edhe ajo vetë, paçka se koha thuajse kishte plurosur gjithçka. Vështirësitë e fillimit ishin pothuajse të pakapërcyeshme. Frančiska mbante mbi emrin Imerović, por ky nuk ishte ai i vajzërisë së saj.
Fotot dhe letrat që thuaj se ajo u kishte dërguar fëmijëve pas ndarjes me Zimerin dhe largimit drejt Slovenisë ku kishte lindur, nuk u ran kur në dorë Behijes dhe Gëzimit. Thjesht mendoi se kishte lindur në një fshat të Ljutomerit, por as edhe një copë letër nuk ekzistonte që ta provonte këtë fakt. Njerëz të humbur filloi të krijonte kontakte me shqiptar të shumë që jetonin në Sloveni, të cilët shprehen dëshirën të përgjigjeshin pozitivisht lutjes së Behijes dhe Gëzimit për të gjetur Franciskën. Ata ishin vërtet të shumt dhe telefononin apo shkruanin nga zona të ndryshme, si nga Ljubljana, Maribori, Kranji, por fatmirësisht edhe nga Ljutomeri, vendi ku thuaj se kishte lindur nëna e tyre. Pas disa muajsh, diçka po dilte në dritë. Një shtrëngimi ngrohtë duarsh i dha startin kërkimeve 2 ditore për Franciskën në Sloveni. Mbas peripecish të shumta u arrit që pengesa për udhëtimin ton si ekip dhe gëzimit e Behijes nga Kosova të shoqëroheshin dhe tashmë të gjithë ishim teje të emocionuar. Një kafe e shkurtër në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës na shërbeu për të njohur nga afër disa miq shumë të afërt, të cilët kishin dhënë do të jepin në vazhdim një ndihmës të veçantë për kërkimet tona. Mikpritësi i parë zyrtari ishte zoti Ardian Simoni, konsulli i ambasadës shqiptare në Sloveni, i cili dha një kontribut të çmuar në mbarvajtjen e këtij udhëtimi, duke qenë bashkëshoqëruesi jon, tashmë si mik, duke e tejkaluar detyrën thjesht si diplomat. Xhavit Mehmeti, një qytetar nga Kosova, i cili jetonte prej pak vitesh në Ljubljanë, ishte pak a shumë i vjetër në historinë tonë. Disa vite më parë, Behia i kishte kërkuar vëllait të Xhavitit në Kosovë, që ai të interesohej nëse gjendej ndonjë dhënë për Franciskën në atë qytet. Po ashtu, ai i kishte mundësuar që t'i ripunonte në një studio fotografike, një imazh të vjetër të një fotografie të grisur të nënës së tyre, por që përftimi i marr ishte pak i përafërt, duke qenë se fotoja kishte qenë pothuajse e dëmtuar komplet. Xhavit Mehmeti i kishte nisur kërkimet bashkë me një tjetër mik të tij, një shqiptar i hershëm i Kosovës në Sloveni, i quajtur Xhavit Shaqiri, një ish ushtarak, përkthyes ligjor pranë gjykatës së Ljubljanës, tashmë në pension, por mjaft i shkatët dhe i vlefshëm për kërkimet tona. Për të dy, pengesa kishte qenë e përbashkët. Nuk dispononin një mbiemër të saktë për Franciskën, dhe ligji i ndalonte që të hulumtonin privatësinë e saj më tej. Pas prezantimit me miqt, u munduam që t'i shkëpusnim emocionet e para Gëzimit dhe Behijes. Të nderuar teleshikues, është data 20 korrik 2012, ndodhemi në aeroportin e Ljubljanës, sapo kemi mbritur. Jemi së bashku këtu me Behijen edhe me Gëzimin, vlla e motër, edhe me Benardin. Emocionet janë të jashtëzakonshme, jemi në një vend cilin e vizitojmë për herë të parë, si ne si gazetar, por edhe Behia, edhe Gëzimi, me gjithë se këta kanë lindur këtu në Ljubljanë. Kemi ardhur për të kërkuar nënën e Behijes dhe të Gëzimit, zonjën Franceska Imerović. Behije, si ndihesh? Zbrite në vendin që ti ke lindur? E kum ndrua këto për me ardhur këtu, veç faleminderit shumë për Zotit, mas pari, për juve, për tonëve faleminderit shumë, që më ka plotsu kjo dëshirë me arë me gjithë vllahun këtu. Për të kërkuar nënën? Po, për të kërkuar nënën, inshallah sa më shpejt e për qafaj. Gëzim, ti si ndihesh? Po, pas shumë vitesh, kthimi dhe lidhje, ka emocionin shumë të mëdha. Faleminderit për ju është se rënd parë për ambasadës dhe këtyne bashkëdhëtarëve tonë, për ndihmën e tyne, të juve, ju falenderoj shumë, nga zemra. Mendoni se do t'a gjejmë nënën, si e ndjen?
Se di tash, ju e dëni. Dhe njërë unë duat falenderoj kompaninë e fluturimit Adria Airlines për gjithë mundësin që i dhanë edhe behijes, por edhe gëzimit për të udhëtuar nga Prishtina deri në Ljubljan nëpërmjet kësaj kompanie. Nga aeroporti nisemi në drejtim të kryeqytetit sloven. Por ne ishte një kënaqësi e veçantë, pasi përveç misionit për të cilin kishim ardhur, vizitonim një vend i cili ishte më shumë se mbreslënës. Duke kaluar në afërsi të lagjes Shendvid, kujtohemi për vendin ku kanë lindur gëzimi me behien. Për ata është hera e parë që vizitojnë vendlindjen e tyre, që kur ishin fëmijë të vegjël. Pasi mbërrim në hotel, pushojmë për pak minuta. Dita e parë e udhëtimit ton është pothuajse në të mbaruar, ndaj nxitojmë që të shikojmë bukuritë e Ljubljanës e të fiksojmë tek tuk momente të këndshme në ndonjë fotografi. Miq, tanë shqiptar na njohin edhe më mirë me disa aspekte kryesore të historisë dhe kulturës slovene. Në qendrën e Ljubljanës patëm mundësinë të takonim rastësisht Ifraim Bejtullain, një shqiptar nga Maqedonia, i cili jetonte dhe punonte prej vitesh në lokalin e tij në zemër të qytetit. Morën vesh se shqiptarët në Sloveni ishin të shumtë, sidomos ata nga Kosova dhe Maqedonia, të cilët ishin integruar mjaft mirë në jetën vendase. Teksa vazhdonim të shijonim mbylljen e ditës së parë, të gjithë mendjen e kishim tek e nesërmja. Çfarë do të sillte ajo? Ndryshe nga dita e mëparshme, e shtuna në mëngjes ishte shumë e freskët dhe e vrenjtur. Her pas here pikat e shiut na shoqëronin rrugës për në Çelje, krahina e tretë më e madhe në Sloveni. Po shkonim për të takuar një tjetër bashkëpunëtor dhe mik të emisionit, Qazim Golin, i cili kishte mbajtur kontakte me ne që në fillimet e publikimit të historisë së Franciskës. Jo më kote kishim marrë rrugën drejt Slovenisë. Bashkë me Qazimin kishim përgatitur disa të papritura për behien dhe gëzimin, të cilët ende nuk dinin asgjë, por gjithnjë mendonin se po shkonin për të verifikuar disa informacione që mund të na çonin në gjurmët e nënës së tyre. Ai punonte prej disa kohësh me Slovenisë dhe Gjermanisë, dhe 2 ditë përpara se të mbërrinim ne aty, ai kishte ardhur posaçërisht nga Gjermania për të na shoqëruar aty ku kishim vendosur të shkonim. Realisht ne kishim zbuluar disa fakte shumë të rëndësishme për familjen e Franciskës dhe piknisje për to u bën disa të dhëna që morën nga publikimi që i bëm historisë së saj në një radio lokale në Ljutomer, Radio Maxi. Nga fundi i muajit shkurt 2012, në redaksinë e radios kishte telefonuar një ish mikesh dhe komshie vjetër e Franciskës, e cila ishte kujtuar për shoqin e vjetër, thjesht duke u nisur nga disa detaje të historisë. Një dashuri e mbetur përgjysëm mes Kosovës dhe Slovenisë, e cila me sa duket
kishte lënë gjurmë të thella psikologjike tek Franciska. Ndaluam në fshatin Lloçe, i cili po ashtu i përkiste komunës Çelje. Kishte ardhur momenti që gëzimit dhe behia të përballeshin me të papriturin e parë, që askush përveç ekipit ton nuk e dinte. Behie, si ndihesh sot? Dina shumë mirë, veç i falënderoj juve shumë, jam e shumë e gëzuar, mas 43 vjetë që e marrë këtë rrugë. Inshallah veç gjejmë diçka, e përqafohna sa më shpejt për nën teme, edhe sa të kam që tjetë mërnue, mos mu largu ma për saj. Gëzim ti si ndihesh? Po, me i lehtësuar. Mjaft mirë, ma i lehtësuar pak. Sot është ditë e veçantë, që ju do të mbani mend për shumë vite. Do t'i marrim pak gjërat me radhë. Unë sonte edhe pikërisht në këtë vend, jemi para një kishe këtu, do t'ju jap një lajm që juve ndoshta nuk e keni imagjinuar, as nuk ju ka shkuar në përmend asnjëherë. Ke menduar ndonjëherë nëse përveç gëzimit, ju mund të keni pasur edhe ndonjë vëlla apo ndonjë motër tjetër? Jo, nuk ku mendua, ama edhe që të kona i vëlla, edhe ma shumë isha gëzue, që pi bëjë edhe tjetër vëlla. Ju keni dhe një motër. Pëndërës, që pas në edhe një motër. Ke dhe një motër tjetër, nga nëna, një histori që ju e mësoni sot për herë të parë. Nënën të gjallë, e të përqafuam me ta. Na kanë thënë se ndoshta në një zonë këtu afër jeton motra jote. A nisemi të takojmë? Nisëm. Hajde. Heshtjen mes asaj parajse të gjelbër, duket se e thyenim vetëm ne. Mendimet e saj, herë behia i shprehte me zë të lartë. Ishin nisur për të gjetur nënën, por zbuluan se kishin edhe një motër. Kurse kisha ditë që e pas në pasë edhe një motër për para. Mova s'ka tregu kur? Por para se Franciska të lidhe me Zimerin, kur ishte një në moshë fare të re, ajo kishte lindur një vajzë të cilën e kishte quajtur Rozhana. Edhe ajo, si gëzime dhe behia, fatkesisht ishte rritur thuajse vetëm, fillimisht nga gjyshrit e më pas ishte birësuar. Ne dinim edhe detajet të tjera rreth Franciskës, por ato do zbuloheshin pas takimit të pare të papritur mes fëmijëve të një gjaku. Edhe gëzimi, your brother. Hello. Zdravo. 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 Ova je urednica televizije, Rozhana. Ova je direktor pa kamerama. E po si qka e keni njësoj. E kishit menduar se mund të takoshit një ditë?
Аз те мислих да сте после сега и среча. Никол. Само фунч. E dini që këta ishin diku? Сте moguće vedli da se nahaje ta nekje? Vedela sem, da sta neki dol v Kosovem, ampak... Govori, če janë diku në Kosovë. Napačne, tudi, da sta neki v Nemčiji, da sta nekje v Nemčiji nahajata, tako da tudi jaz nisem nič... Informacione nuk kam pas sakta, disa informacione kanë qenë që janë në Gjermani këta. Ja. To so bile informacije take, ne, nisem vedela in... E kam ditë që ekzistojnë, që janë, por... Ju keni qenë e vetme të rjetën, apo jo? Se këta të paktën kanë pas njëri tjetrin, ndërsa ju keni qenë vetëm. Vi ste bili sama, ne? Ana dva ste bili brat. Ja. Shpresoj mos ndajni asnjëherë. Upam da se nikoli ne boste veç loqele. Upam da ne. Mendoj që kur. Lovës. Podobna mami para. A du ti? I ti si pravisa. Ishte ende herët dhe Rozhana kishte përgatitur mëngjesin për ne. Këtë moment ajo e priste prej më shumë se 4 muajsh, kohë në të cilën ne kishim rënë në gjurmët e saj dhe të nënës Francisca. Përqafimet mes motrave dhe vëllait nuk kishin të mbaruar. Ata të gjithë i lidhë një emëruesi përbashkët, dashuria e munguar e nënës. Duke shijuar disa ushqime dhe pije tradicionale të zonës, të servirura me shumë dashuri, Rozhana tregon për jetën e saj. Me nga zëllim, ajo tregon se tashmë ishte bërë gjyshe, duke qenë se njëra nga 2 vajzat e saj kishte 2 fëmijë. Prezantimi vazhdon nga ana e gëzimit dhe behijes, të cilët e njohin motrën e tyre me jetesën në Kosovë dhe përbërjen familjare. Me premtimin se do e vizitonte së shpejti Kosovën, Rozhana udhëron atyre një pije tradicionale të asaj krahine, e cila ishte e njohur në të gjithë Sloveninë. Minutat po kalonin dhe megjithse shtëpia gjendej në një vend të mrekullueshëm, nuk mund të rinim më tepër. Duhej të shkonim drejt një destinacioni tjetër, që mund të ishte përmbyllësi i rrugtimit tonë. Gjatë udhëtimit, ata kanë mundësi të flasin me njëri tjetrin. Fatmirësisht, behia dhe gëzimi kuptonin paksa gjuhën slave, dhe kjo i ndihmonte për të kuptuar edhe atë slovene. Mbërritëm në një tjetër zonë të quajtur Orehova Vas, që e përkthyer do të thoshte fshati i arrave. Ky vend gjendej në jug të qytetit të Mariborit, ose në verilindje të Slovenisë. Ishte momenti që motër e vëlla të ardhur nga Kosova të përballeshin me të vërtetën
për nënën e tyre slovene. Behie, pak më përpara ishim në fshatin ku ju për herë të parë morët vesh dhe mbi gjitha u takuat me motrën tuaj. Emocionet po shkojnë në rritje. Ju tha edhe Aida pak më përpara që do i marrim gjërat gradualisht. Nuk e di deri në këto momente si ndiheni. Deri që tash ti ndina shumë mirë, bashkë më gëzo që e kom taku një motër që e kisha pas, e nuk e kom ditë. E tash, inshallah, shpresoj edhe të gëzona e të kënaqna edhe me nënën. Gzim, nga ana jote, jeni fjalë pak, po megjithatë janë fjalë që dalin nga shpirti. Gjithsesi ju thatë edhe pak më përpara që jeni të përgatitur gjithsesi për çdo lloj gjëje. Besoj jeni gati për çdo lloj gjëje, apo jo? Po, fakt jem kështu pe natyre e qetë, nuk hipem domthon pa më parasysh çdo rast, i përballoj çdo rasti. Pa më parasysh jem i gatshëm për çdo surprizë apo gjetë çfarë jetë, jam i gati. Si po shkojnë emocionet? Mirë, deri tash mirë. Mirë, janë të shkuar. Behir? Po shkojmë ka edhe unë edhe në mision ju kom thonë juve, qofse është gjallë edhe ma mirë, qofse nuk është, nuk ka problem, veç edhe tash bile edhe që takova e dita që e kam edhe një motër, edhe vendosë dikush e dita që diçka e kam dikon këtu temin. Tani unë prandaj erdha këtu, edhe jemi bashkë me Benardin. Mirë është t'i themi gjërat si që kanë ndodhur. Deri tani unë gjithë udhëtimin e kam menduar si do t'ja u them. Edhe për mua është moment shumë i vështirë. Ju do t'gjoni sot historinë në anën tjetër. Pra mbas ikjes nga Kosova, shumë e dëshpëruar, është kthyer pa ju dhe ka jetuar vetëm sepse duhet të jetonte që nga ai moment. Fatkeqësisht unë do t'ju them sot se ajo është larguar nga jeta, nuk jeton më. Ka humbur jetën në Gjermani. Me fotot tuaja, me kujtimin për ju. Pak unë me shpresa, me do ëndra, me do pas kanë treguar. Veç por qështu se kom para mendua? Ti mendoje se sot do ta përqafoja, po. Mirë, shumë mërzit. Shiko, ti të paktën do të akosh tezën tënde. Fjalët ishin të tepërta, komentet po ashtu. Ndryshe nga gëzimi, i cili po e mbante veten më të fortë, trishtimi i Behies ishte tepër i madh. Ndoshta gjithë secili kishte pasur parandjenjet e veta, të cilat dolen jo tamam ashtu siç e prisnin. Por në këtë rast, e vërteta nuk kishte rezervuar vetëm momente të hidhura, por edhe mjaft të bukura e emocionuese. Franceschi? To pa assim. To pa assim, né? To gzim. Kako si? Dobro. Miqtë tanë nga Kosova u thoshin shpesh gëzimit e Behies, që edhe tezja është thuajse në vend të nënës, dhe për këtë arsye duhej të ishin të lumtur që i ishin afruar gjetjes së saj, qoftë edhe deri në këtë pikë. Ova je Behia, to je Šćerka. Ja. Ova je iz televizije. Urednica. Novinar, kamerman, ne? Pa zdaj tu imaš sve otroke od svoje sestre. Vidiš, sve. Evo te. To je od Frančka Šćerka. Ja? Ovzi? Šćerka.
Shqerke, obe pa sin. Sin. Obe shqerke imaš, pa sin od Frančiške, ne? Co mene najbolj poznaš? Rožana ti je stara, druga, pa tretji. Edhe ne si ekip, duke e ditur që në fillim të vërtetën, nuk donim që ata të stepeshin nga marrja e lajmit përpara kohe, e të mos fitonin këto momente që për ta do të mbeten të pashlyera në memorien e tyre. Tu pana. Ka zimera je visa o nekaj? Sukur që është gëzimi. Pavarësisht dhimbjes dhe mallit, një tjetër surprizë emocionuese për ta ishte zbulimi një fotoje të Franciskës. Por herë të parë në jetën e tyre që prej kohës kur ishin të vegjël, ata shohin fytyrën e nënës që i solli në jetë, por që nuk pati mundësinë t'i riste si gjithë të tjerët. Ngjashmëria e saj me dy vajzat ishte mahnitse. Ndoshta ato do të shohin tek njëra tjetra një shëmbullim të gjallë të nënës. Motra e Franciskës, Nezhika, megjithëse në një moshë të thyer, pranoi ftesën tonë për të ulur në një lokal aty pranë, në mënyrë që të bisedonim më gjerësisht. Tashmë i kishim mbledhur të gjithë ata për të cilët kishim ndërmarrë këtë udhëtim të gjatë. Gëzimi dhe behia, por as motra e tyre nga nëna Roxana, nuk ndiheshin më si të braktisur. Prania e tezës së tyre në Nezhikës i dha më tepër ngrohtësia asaj trueze miq e të afërmish. Edhe ne filluam të vërtetojmë ato çfarë kishim zbuluar për disa muaj me radhë, edhe mendimin e bashkëpunëtorëve që jetonin në Sloveni. Emri i vërtet i Franciskës ishte Franciska Erhatic, e lindur më 27 prill 1937 në një vendbanim të quajtur Globoka në komunën Ljutomer, në verilindje të Slovenisë, ngjitur me kufirin e Kroacisë. Nëna e saj Jozefa dhe babai Janez Ivan kishin patur 4 fëmijë, 3 vajza dhe një djalë. Të gjithë përveç fëmijës së madh Nezhikës kishin ndërruar jetë. Motra Slavika, vëllai i vetëm Karlek, si dhe vetë Franciska më e vogla e fëmijëve. Duket se jeta e saj kishte marrë një rrjedhë jo pozitive, që kur ishte e re, për shkak të një shtatzënie të padëshiruar, gjë e cila solli në jetë Roxanën. Për të mos e braktisur komplet, Franciska ja kishte lënë vajzën Roxanën nënës së saj Jozefës që ta rriste. Disa kohë më vonë, Roxana ishte birësuar, e teksa vitet kalonin, ajo kishte krijuar familjen e saj. Marrëdhëniet e ftohta mes familjeve kishin bërë që Roxana të mos ishte thuajse kurrë në dijenita e saj se çfarë kishte ndodhur dhe ku gjendej nëna e saj, Franciska. Për disa vite me radhë, edhe ajo, një lloj si gëzimi me behien, kishin qenë në kërkim të nënës së saj biologjike. Krejt rastësisht, kur bashkëpunëtori i emisionit kishte gjetur adresën dhe numrin e telefonit të Roxanës në muajin shkurt 2012, e kishte pyetur këtë të fundit nëse ishte në ndjeni të faktit se nëna Franciska ishte ndarë nga jeta, dhe ajo nuk dinte asgjë. Megjithëse nuk ishte rritur nga dashuria e saj, edhe Roxana kishte përjetuar një shok psikologjik, kur kishte mësuar se nëna nuk jetonte më, e mbi të gjitha sepse këtë ja kishin mbajtur fshehur për 4 vite. Por çfarë kishte ndodhur me Franciskën pas ndarjes me Zimerin dhe largimit nga Kosova për në Sloveni? Mësuam një histori rënqethëse për jetën e saj, e cila kishte kaluar e venitur mes dymit të cigares dhe avujve të alkoolit. Ndarja me Zimerin dhe fëmijët e kishte shkatëruar shpirtërisht. Sipas të thënave, ata ishin dashur te i mase me njëri tjetrin, dhe arsyet e divorcit askush si kishte zbuluar. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Në Ljubljan, ajo kishte munduar të krijonte një jetesë normale, por nuk ja kishte arritur. Ishte kthyer në vendlindje pranë familjes,
dhe atje kishte provuar të tjera tragjedi, si vdekjen aksidentale të nënës Jozefa. Vite më parë, vëllai i saj ishte ndarë nga jeta, po ashtu. Endjet e saj për të gjetur qetësi e ndoshta për të provuar sërish krijimin e një vatre familjare të sajën, e kishin çuar drejt Austrisë e më pas në Gjermani, ku bashkëtoi me një shtetas gjerman për disa vite. Por as ky shans që i dha vetes nuk rezultoi suksesshëm. Ditët e fundit i kaloi në vetmi për shkak se bashkëshorti i saj u largua nga jeta. E mbetur e vetme në një spital të Gjermanisë, ajo dha shpirt nga një sëmundje pashërueshme në vitin 2008. Nga motra e Franciskës morën vesh se ajo kishte dërguar disa herë letra dhe fotografi për fëmijët e saj, por kur s'kishte marrë përgjigje. Përpara se të largohej përfundimisht drejt Gjermanisë, në kohën kur varroste të ëmën, thuhet se Zimeri kishte shkuar për ngushëllim nga Kosova drejt Ljutomerit, por nuk ishte takuar dot me Franciskën. Edhe ai moment që mund të kishte qenë pikëthese në historinë e tyre, nuk kishte sjell asnjë ndryshim. Ndoshta nga mërzitja, e ndoshta më vonë nga vartësia, të dyja kishin besuar sekretet e tyre alkoolit, i cili i kishte shuar dal nga dal, larg, shumë larg njëri tjetrit e familjes që dikur ishte formuar nga pasioni i tyre. Por koha arriti të mbajë gjallë kujtimin e tyre nëpërmjet pasardhësve që lanë. Rozhana nuk nguron të thotë se tashmë nuk është vetëm. Asnjëri prej tyre nuk është më i vetëm, por janë tre. Zëni së vetë sama? Se më mëso tri, I urojmë me gjithë shpirt që mos ndajnë me asnjëherë, sepse ne nga Shqipëria, për ne familja është shumë e shenjtë. Në përfundim të takimit ton, planet ndryshuan. Me ftesë të Rozhanës, Gëzimi dhe Behia do flinin në shtëpinë e motrës atë natë, e përse jo, ndoshta edhe për disa ditë. Ata kishin shumë dëshirë që të njiheshin edhe më mirë me njëri tjetrin. Përshëndetemi me të gjithë, të cilët tashmë ishin akoma më të lumtur që bashkë me ne përmbushëm me sukses premtimin e dhënë disa muaj më parë. T'i jepnim një emër të plot të një fytyrë Franciskës, të fshinim plurin e hapave të saj të harruar. Shpirti i Franciska Erhatic, me siguri që tashmë ishte i qetë. Në pjesën e dytë të asaj dite, vizituam Mariborin dhe patëm një tjetër surprizë të këndshme. Rastësisht takuam dy vëllezër nga Kosova, të cilët prej shumë vitesh kishin ngritur biznesin e tyre familjar një pikë strategjike në kufi me Kroacinë. Mes qindra e mira vizitorëve që prisnin gjatë ditës, ne ishim mysafirët e radhës në lokalin e tyre. Këta dy vëllezër nga Kosova, jeta i kishte detyruar të emigronin, e më pas të ndërtonin të ardhmen në këtë vend. Me gjithë mallin që mund të kenë për vendlindjen, prap se prap, ja kanë arritur që të marrin shumë të mira për veten dhe familjet e tyre. Të njëjtën rrugë nisi Zimer Imerović 50 vite më parë, por nuk ja doli dot. Megjithse u kthye në vendlindje me Franciskën e tij, dashurinë e lan peng në trenin që s'u kthye më. Nëse nuk përballesh me jetën, përballet ajo me ty. Megjithse gjithçka është e parashkruar, jetën e shijon ai që përpiqet ta gjej. Atë që lanë përgjysëm prindrit e tyre, sot e përmbushën fëmijët. Mbas 43 vitesh, ata kanë gjetur një tjetër jetë, kanë plotësuar një amanet me vetveten dhe u kanë dhënë një model fëmijëve të tyre e shumë fëmijëve të tjerë. Dhe e gjitha kjo bëhet për dashuri, sepse dashurinë e nënës nuk e zëvendëson asgjë tjetër në botë. Vetë zemra e nënës është një mozaik i dashurisë.